Mirë se erdhe në një tjetër episod të The Dalina Show dhe në fakt është episodi i fundit për këtë sezon, Jona. Përshëndetje. Sot, po nuk është se do jetë hera fundit, por unë vendosa që ta mbyllja për verën. Dhe po e mendoja sepse në fakt kur e kam nisur këtë, se ne kemi nisur bashkë dhe me seancë terapie. Kur kam nisur programin, doja që të ishte pjesë edhe një, si thua, vetë zhvillimi tim, të një rrugë transformimi që unë kam bërë këto vite, që natyrisht shkon paralel edhe me moshën, shkon paralel edhe me ndërgjegjësimin që të vjen nga mosha, dhe duke krijuar pa ndonjë plan të qartë, mendoja që po krijoja gjëra që mua më vijnë nga brenda se çfarë është ky transformim dhe si ta bëj unë këtë dhe për njerëzit jetë interesant, sepse nuk jam këtu për të folur për veten time. Kështu që kjo pjesë që ne kemi bërë bashkë do të ende, kjo ishte pjesë e të mësuarit nëpërmjet teje dhe nëpërmjet njerëzve të mësuarit shumë gjëra për veten time dhe njerëzit që mësojnë nga historitë të tjerëve për veten e tyre. Dhe natyrisht që ne kemi diskutuar disa herë tani se sa i dobishëm ka qenë ky program për shumë veta që na shkruajnë. Nga ana tjetër mendova që një pjesë të dedikoja edhe njerëzve të njohur dhe të famshëm, sepse dhe nga ta mëson, sepse dhe ato mbarsin me vete shumë gjykime, kanë kaluar shumë sfida, kështu që edhe ishte një lloj leksioni, ndoshta ndonjëherë duke si ato janë sigurisht të pikturuar ndryshe nga njerëzit e thjeshtë, por gjithsesi edhe ata janë të thjeshtë në formën e tyre. Dhe pastaj thash, vendosa me vetë dhe me stafin, që duke qenë se ne hym në një sezon shumë të nxehtë nga ana temperaturave, që është korriku dhe gushti, që është realisht i padurueshëm fare, dhe studio vetë bëhet kështu si e padurueshme, unë thash të dilja jashtë dhe në pjesën në trilogjin, po jam marrë këtë emër Elvanës, meqense kanë nxjerrë një album trilogjia, në pjesën e trilogjisë sime, të intervistave me VIP dhe rrëfimeve që ne bëjmë këtu çdo të enjte, të bëja edhe një me specialist për trupin dhe mendjen dhe shpirtin. Që do thotë, duke filluar nga java tjetër, ne do të fillojmë një cikël të ri ku unë do të intervistoj njerëz të ndryshëm që janë nga mjekësia, nga fusha e spiritualizmit shpirtërore, neurolog, të stomakut, deri tek operacionet plastike, gjithçka çfarë ka të bëjë për të njohur dhe botën e brendshme, por edhe shëndetin. Dhe ky do të jetë një cikël që unë e shoh kështu si natyrë, pra dalim jashtë dhe dalim flasim për pjesën e natyrës, pa histori personale, por me njerëz të cilët janë të specializuar për këtë gjë. Dhe pastaj do të rikthehemi prap në shtator bashk. Kështu që muajt iki shumë shpejt, ti do bësh pushimet e tua. Unë do vazhdoj të jem në punë, do të vazhdoj që të jem me këtë cikël intervistash, të cilat edhe unë besoj që ato do të jenë një shkollë më vete, sepse ne po përpiqemi të zgjedhim edhe specialistë shumë të mirë, nga më të mirë në vend ose shqiptarë që jetojnë jashtë vendit, dhe shumë interesant në të shprehur. Pastaj do rikthehemi prap tek shpirti ynë, tek historitë tona njerëzore. Kështu që përpara se të fillojmë me temën e fundit, që kemi lënë një temë jo kot të fundit për këtë sezon, unë dua që t'ju them që edhe pse Dalina Show të entes nuk do të jetë, neve do të mundohemi që t'ju risjellim në rrjetet sociale për gjatë 2 muajve, t'ju risjellim të gjitha historitë që ju mund të, nëse keni ju ka shpëtuar diçka, mund ta dëgjoni dhe ridëgjoni. Ndërkohë e keni këtu, edhe në kanalin e Andales, keni edhe një playlist ku janë të gjitha prodhimet. Ndërkohë, nga studimi që unë kam bërë dhe shumë të tjerë në Andale, pjesa më e madhe juaja na ndjekin, por nuk na kanë bërë follow, pra nuk na kanë bërë subscribe në Andale, pra në kanalin tonë të YouTube-it, dhe unë dëshiroja shumë që ta bënit. Edhe ne duam që ky program të vazhdojë sa më gjatë, ne me Jonën të takohemi prap, të kemi prap historira, ndoshta t'i rikthehemi dhe disa historive që janë hite dhe që kanë kërkuar si narcismi, t'i rikthehemi sezonin tjetër, dhe shumë tema të tjera që unë do të bëj sipas sugjerimeve tuaja, siç kemi bërë dhe deri tani, por kemi shumë nevojë që të kemi dhe subscribe-in tuaj. Është vetëm mbështetje që kërkojmë nga ju, se lekët i gjejmë në mënyrë tjetër. Kaq për këtë pjesë. Sot ne kemi lënë temën e tradhtisë. Temë verore, sidoqoftë. Temë verore. Kjo është temë universale. E lam tradhtinë sepse e kërkojnë gjithmonë. E kërkojnë në çdo lloj pyetësori që ne hapim, tradhtia është aty. Por duke qenë se tradhtia është një temë që është diskutuar, bëhet, përmendet, është ajo pyetja në çdo studio që natyrisht ka përgjigjet më absurde, pyetja atë kanë tradhuar ndonjëherë, kur nuk pyetot a ke tradhuar, nëse e ke bërë, gjithmonë atë kanë tradhuar. Pra është një temë që është bërë, ne tham le të eksplorojmë një tema të cilat kanë më pak vëmendje, siç ka qenë narcismi, që njerëzit mësuan shumë, siç janë ankthi apo tema të tjera që tani nuk më kujtohen që kemi kaluar shumë. Ky është programi 14. Dhe pastaj e mbyllim me tradhtin, që po është temë verore. Tradhti ndodh në verë, ndodh në dimër,
ndodh kudo. Tradhtia ka marrë një dimension shumë më të madh se sa ajo tradhtia fizike. Ke tradhti, madje po e lexoja që tradhtia fillon që nga të parët e filmave porno. Sexting është tradhti. Të flasësh në DM është tradhti. Pra çdo lloj interesi jashtë marrëdhënies që ke me një të seksit të kundërt apo të njëjtë, varet se çfarë lloj shihesh ke personale, është tradhti. Pra ka një diapazon i gjerë i tradhtisë. Dhe çfarë më ka bërë mua përshtypje, por unë nuk do ta them vet, do ta marr nga Ester Perel, që është një nga psikologët terapiste më të njohura që është marrë me këtë studim dhe ka studiuar me qindra çifte dhe ka folur shumë hapur dhe shumë, më pëlqen në shumë objektive për sa i përket tradhtisë. Ajo thotë, tradhtia ka ekzistuar që kur është shpikur martesa dhe që kur shpikur martesa ka nisur dhe tabuja kundër tradhtisë. Kështu që nëse neve jemi dakord që tradhtia dënohet universalisht, pse tradhtojmë të gjithë? Dhe pse, ndërkohë që ne bijem dakord që monogamia është shumë e vështirë për të mbajtur, njerëzit nuk janë monogam, pse Bibla ka ne do të diskutojmë pjesën e Biblës, po ka 2 pika në 10 urdhresat. E veta që është një që është për tradhtin, dhe tjetra është për mendimin për tradhtin. Dhe është e çuditshme që tradhtia është një nga plagat më të mëdha njerëzore dhe realisht kur pyet njerëz të tradhuar, ka një thyrje dhe një humbje të besimit edhe është një thyrje shumë e madhe. Duket sikur bie ndesh pak pjesa jon biologjike me atë morale. Do të thonë, ana jon biologjike nuk është problem të tradhtosh. Mund të bëhet sepse janë vetë instiktet, janë vetë tërheqjet mes çifteve që mund të shikojmë edhe në natyrë, mes kafshëve, jo vetëm tek njerëzit, që janë stimujt e jashtëm që kanë evoluar në trupin tonë në të formë që ne vetë na stimulojnë të riprodhohemi. Pra biologjisë nuk i intereson fare pjesa emocionale. Pastaj pjesa morale që ka ardhur më vonë me faktin që ne jemi bërë qenie sociale për të bashkëtuar në komunitet, është dashur që të fillojmë edhe të ndërtojmë norma, rregulla, në mënyrë që të jetojmë në një atmosferë më të qetë, ku vendoset familja, çifti, fëmijët, duke ardhur me pronën, zhvillimin e pronës, dhe të gjitha me radhë që e kanë ndërtuar në mënyrë pak më komplekse, çështjen e mënyrës se si neve duhet të reagojmë në çift edhe jashtë saj. Por Dalina sot mendoj se duhet ta shikojmë tradhtin jo si diçka të moralshme, të pamoralshme, siç edhe ju referove pak më herët, mendoj ta shikojmë të kuptojmë arsyet që e çojnë një person të tradhtojë dhe që janë një pjesë e mirë atyre janë të pandërgjeshme. Më thënë që vinë edhe nga bota jonë instinktive edhe mendjes tonë më të lashtë. Edhe që s'ka lidhje me personin tjetër. Dhe që nuk ka lidhje me personin tjetër. Ka dhe mungesat tona apo dëshirat tona. Unë uroj që të ketë njerëz që të ndërgjegjësojnë dhe të reflektojnë mbi diskutimet tona, por padyshim që për një pjesë e madhe është prapë e vështirë dhe do të jetë e vështirë sepse ka kaq shumë shekuj që është shumë e vështirë të pranohet, si thua ta diskutosh tradhtin. Anyways, sot natë prapë gjatë. Deri në fund të këtij sezoni ne kemi shumë vështirë të përzgjedhim histori sepse janë kaq interesante të gjitha, janë kaq interesante. Filloj me Tatjanën, e cila e bëri familjen të duket perfekte. Por kur djali mbushi 18 vjeç, zbuloi që burri kishte një të dashur tjetër prej 5 vitesh. Pastaj do kalojmë tek Mimoza, e cila pas 20 vitesh martesë zbuloi se i shoqi kishte një jetë shumë të fshehtë dhe madje kishte në plan për ta zhdukur fizikisht. Këto janë gra të cilat janë tradhtuar nga bashkëshortet e tyre. Sot është natë tradhtish, gra që flasin për tradhti, gra të tradhtuara, por kemi edhe gra që kanë tradhtuar. Kështu që edhe pse në anonim, unë besoj që këto do jenë nga rrëfimet më të rralla në mediat shqiptare dhe në tërë mediat botërore, janë shumë të rralla, të grave, sepse meshkujt kanë folur për tradhtin, por të grave që kanë pranuar tradhtit. Klara u dashurua me dikë gjatë një depresion, ishte e martuar dhe sot është e lumtur me këtë njeri. U nda nga burri i saj dhe tashmë është me shpirtin e saj binjak. Dhe në fund do ta mbyllim me Anten që ka tradhtuar 2 herë dhe është tradhtuar. Dhe tani jeton një martesë shumë të sinqertë, thot, por edhe pse ca sekrete i mban për vete. Edhe këtu më kujtohet nëna ime që thoshte na bënte një edhe shumë e lezetshme kjo, sepse do flasim sot për gratë dhe tradhtin. Nëna na bënte një pyetje kur ishim të vogla, dhe shumë gjyshe kam bërë këtë pyetje. Thoshte, nëse jeni diku larg në lum, nudo, dhe pa pritur vjen një burr, çfarë do mbulonit? Gjoksin? Pjesën para thoshte apo fytyrën? Edhe padyshim ne fëmijë ishim kështu pjesën para se kupton edhe gjoksin, nuk ishim marrëdhënie me gjoksin të vogla. Dhe thoshte fytyrën. Ose është ajo shpreha tjetër që nga mesi e poshtë është tregoja burrit, nga mesi e sipër mbaj për vete. Dhe janë ta shprehje që i nxjerrin gratë
i dëgjojnë të tjera dhe nuk t'i shpjegojmë pse i nxjerrin, por që janë eksperjenca dhe edhe ne kemi shumë të fshehta bota jon. Prandaj është një botë edhe shumë e frikshme shpesh për meshkuj derisa kalon në revolt, kalon në anger, sepse nuk e kuptojnë dhe habiten çfarë ndodh sepse nuk na zbulojnë dot dhe pastaj kalon edhe në drama të mëdha. Fillojmë me historinë e parë që është historia e Tatjanës. Tatjana ka një martesë 27 vjeçare, zbulon tradhtin pas 22 vitesh. Tani bashkëjetojnë për hir të fëmijëve, por ajo thotë që shpirtërisht është e ndarë. Tatjana, Po, është një martesë shumë e gjatë. shumë e gjatë. Shumë e gjatë, 27 vite jetë, sepse unë e bashorti më njoh shumë të rinj. Unë kam qenë 17, ai 22. Kemi kaluar një jetë jo të keqe. Pikërisht tradhtia ndodhi në një moshë bashorti im ishte 40 e pak vjet. Do të thënë pikërisht kur ne po rriteshim si profesionalisht, si ekonomikisht, do të thënë ishim në atë kurbën që të rritjes. Si e zbulove tradhtin? Nuk është e vështirë të zbulosh një tradhti. Çdo femër e di. Një kap një mesazh, një kap dalje pa kontroll, një kap fikje telefonit, domethënë nuk është shumë e vështirë që. Po ty si të ndodhi? Si e kuptove ti? Ne ishim në një udhëtim në disa miq të tanë në jug, edhe atje vjen një mesazh që nga humbe. Ai kishte pirë pak kështu dhe unë e mora rastisht, nuk ja kam kontrolluar kur telefonin asaj mua. Kem pasur një lidhje normale, asnjë nuk kem pasur gelozi ose asnjë nuk më ka penguar ose gelozuar mua për rritjen time as unë ato. Pastaj unë u bëra dhe më fiksuar, ja shikoja, kontrolloja ndoshta dhe më shpesh telefonin. Duke e ruajtur her pas here, kuptoja që ai komunikonte, fliste, kishte një të dashur, le ta themi. Si kuptove që ishte një lidhje? Sepse sa herë që dërgonte mesazhe ishte njëjta fytyrë në telefon. Po ti u bëre kurioze të kërkoje më shumë, kush është ky numri? Jo, nuk jam tip ashtu, nuk ja kam vënë fajin kur palës tjetër, as nuk kam kërkuar kush është ajo. Thjesht e kam vënë fajin bashortit, i kam thënë që okay, ne kemi një familje shumë të mirë, jemi shumë në rregull, nuk e di çfarë kërkon. Ai duke më thënë mua her pas here, po ti je fiksuar, je lodhur nga puna. Pse ja thoje ti her pas here, kush është kjo e kështu? Sigurisht që thoja, sigurisht që ai e mohonte. Ti lexoje çfarë shkruaj apo shivi vetëm numrin? Ishe koshete për Jo, nuk shikoja çfarë shkruante sepse i fshinte. Po thjesht në mesazhet e fundit që kishte harruar ndoshta në fund të bisedës, që ai nuk i kishte fshirë. Ishte një ta fytyrë, domethënë. Kuptoj. Një ta fytyrë që ne kisha parë gjithë ato kohë. Pas 3 vitesh, që nuk ka ndodhur në 2020, domethënë kur ishte periudhë Covid. Sepse ai kishte punën e tillë që mund të lëvizte nëpër Shqipëri, kur të gjithë ishin ndaluar, shumë kishte drejtën që mund të lëvizte. Kuptoj. Kurse mbas 3 vjetësh, në mëngjes herët i dërgon një mesazh, thotë, "A u ngritë jetë?" Dhe ma dërgon gabimisht mua. Ishte pikërisht 8 mars i 2023-shit, edhe u mërita shumë sa nuk kam më domethënë. Mesazhi nuk ishte për mua, domethënë mua nuk më thoshte asnjëra shumë. Nuk më quante kur jetë. Sigurisht e fola me të, biseduam gjatë. Normal që nuk e pranonte, jo nisa gabim, jo doja nisja njerëz që kishte ditë lindje një shoqe, domethënë mënyra nga më të ndryshme që të dilte nga situata. Jo po më vjen shumë zor nga ty e kështu, po nuk ka gjë në këtë mes. Aty puna ku unë punoj më ka bërë që përballem në situata të ndryshme, në situata të ndryshme shëndetësore. Duke e qenë se shumica e moshës të bashortit tim humbasin jetën, unë e quajt atë të humbur jetën, thash, Tatjana, ti do vesh familjen në fillim, fëmijët që i ke adoleshent, nuk do fokusohesh te kjo gjë, ke punën shumë mirë, ke 2 fëmijë shumë të mirë që po studiojnë, po rriten, të shëndetshëm, të mirë. Dhe nuk do fokusohesh te kjo pjesë sepse do shkatrohesh. Si ekonomikisht, në gjitha drejtimet. Dhe vendosa që të mos e them asgjë, sepse kisha shumë projekte për të realizuar dhe nuk doja që t'i shkatroja në këtë moment kur unë isha lodhur aq shumë, kisha një jetë domethënë, 20 disa vite për të arritur në këtë finalizim. Kishim si projekte biznesi, si projekte të tjera. Këto projekte kishe varësi dhe nga bashkëshorti apo ishin projektet e tua? Nuk kemi pasur bashkë, gjithmonë bashkë, deri në fund të 2024-s, kur unë arrita dhe fëmijët më rritën. Kur më mbushi fëmija e 2-18, i them atëre vendosa që unë të flas me ta, të flas hapur dhe me fëmijët,
edhe në bashortin, edhe i thash që kjo situatë do marrë fund, kështu nuk vazhdohet më. Më fal, me fëmijët Si do vendosë? i folej që babai më tradhon apo nuk ja thek të pjesë? Jo, babai thash ka një lidhje tjetër. Ata kishin parë në fakt, sepse ishte kjo periudhë që unë pastaj nuk po konsumonim, që kur vendosa unë nuk është se po kalonim më shumë kohë bashkë. Fillova dhe një distancim fizik. Dhe pasere ju thoja që, okay, ne nuk po kemi më gjëra të përbashkëta, ndoshta përfundojmë një divorc. Po jo rëndë, po thjesht pa i traumatizuar shumë. Atëherë vendosa që të thoja që baba juaj ka një lidhje tjetër, ai është i ri, nuk ka më detyrime ndaj jush, do vazhdojmë jetën normal. Babai do vendosi vetë, a do rinë familje, ose do iki me personin që ai ka shumë vite që i përkushtohet asaj dhe nuk është përkushtuar ne. Tatiana, mund të bëj një ndërhyrje? Po. Se si ka qenë jeta juaj në çift para se të ndodhte tradhtia? Jeta jon ka qenë e mirë, me ato sakrificat e veta, sepse martesat e hershme kanë vështirësitë e tyre, por që jetë normale, nuk kemi pas asnjë problem as dhunë, domethënë nuk kemi ato çifte që kemi pas probleme, jo dhunë, jo mos kuptimi, gjithmonë kemi punuar bashkë, gjithmonë dhe kemi kaluar mirë bashkë. Jeta në çift ka dy aspekte, domethënë ato emotive dhe fizike. Po. Në aspektin emotiv, pra emocional, keni qenë të përfshirë me njëri tjetrin, ti ndihesh e përmbushur? Po, unë ndjesha e përmbushur, jam ndjerë e përmbushur gjithmonë. Në komunikim, se më the pak më herët që të bëri përshtypje e mesazhi që nuk ishte i zakontë mënyrën se si ishte drejtuar. Prandaj dua të kuptoj nëse ka qenë një jetë emocionale e përmbushur përpara se të ndodhte tradhtia. Ndoshta personi që ishte lidhur bashkëshorti ishte shumë më re se ai, ishte ndoshta 15 vjet dhe ndoshta mënyra e shprehjes ose se ne ngriheshim herët bashkë, onim në punë bashkë, domethënë kishim të njëjtën rutinë bashkë. Dhe ndoshta nuk i kishim të fjalët magjike ose shprehjet shumë të... Po paktën ishim mësuar me atë se kur ndiheshim të përmbushur me njëri tjetrin. Ndoshta ishte bërë një rutinë që ne nuk ja ndinim, unë të paktën. Nga ana ime nuk ndjen ndonjë mungesë emocionale. Mos ke qenë e përfshirë në pjesën e punës më shumë, duke qenë se dhe punonit bashkë? Kur e kam pyetur, më ka thënë që ti je përkushtuar më shumë punës. Po më duhet i përkushtohesha më shumë punës, sepse duke kaluar periudha ndoshta dhe me mungesa ekonomike, po duke mos ia vënë asnjë në dukje, dhe ndonjëherë unë duke thënë që u kishte shiqur që më erdhi ky rast, domethënë që unë të punoj, të shkolloj fëmijë të mirë, mund të ketë qenë edhe kjo. Po. E bëj këtë ndërhyrje se është një fenomen shumë i zakonshëm kur çiftet ndahen, siç e thash, në emotive dhe fizike, ato dy elementet kryesorë që i bën bashkë një çift. Kur janë vetëm fizik, pra bëhet kjo ndarja detyrave, ti bëj këtë, unë bëj këtë, dhe quhen pak çift si biznes. Dhe pjesa emocionale nuk është e përfshirë më, ose mbaron në një moment dhe vijon edhe fokusohet e gjithë jeta e marrëdhënies vetëm tek përmbushjet ndoshta të njëri tjetrit që gjen tek puna, dhe nuk e di nëse kjo gjë ka ndodhur dhe me ju. Nësa kam kuptuar dhe unë dhe duke biseduar mbas situatës me bashortin, një gjë që më ka thënë, domethënë që ti ishe fokusuar shumë te puna, i kishe mendje vetëm punë ose vetëm fëmijët ose pra ta kishte shprehur pak. Mund të ketë që ma shpreh mbas, jo më përpara. Se më përpara nuk është ma shpreh, thjesht duhet punojmë shumë, thoshte shqyr që kemi këtë rast, edhe të blem këtë, të blem atë, domethënë të shtojmë gjërat tona, edhe ishim duke i shtuar gjërat tona. Përmend pak edhe ndryshimin e partnerit, pra i the sikur u realizua pak më shumë, edhe aty mund të ketë filluar pjesa e tradhtisë, pra u realizua në aspektin e karrierës. Përveç se biznesit filloi një punë të mirë. Mendon se kjo i ka dhënë ato vetbesimin më të lartë dhe ndoshta kërkime eksperjencash tjera? Unë kam pyetur, ai nuk më ka shprehur asnjë gjë, thjesht më on, që jemi mirë, në okay, s'kam asgjë. Pavarësisht se unë e dija që kishte diçka, po. Njëri më mbulonte, njëri hap, do të thonë njëri dilte zbuluar, njëri dilte mbuluar. Çfarë mund ta ketë shtyr, bënte tradhtin? Duke e njohur partnerin, duke i pyetur atë, më ka thënë që ndjesha mirë, ndjesha më mirë, kaq më ka thënë. Nuk e di pse kam vepruar, ndjesha domethënë shumë në faj. Është ndjerë shumë keq, domethënë nga mënyra se shprehur të kohë që unë kisha vendosur që të merrnim një hapësirë, se në fund vendosa ai thashë ne do marrim një hapësirë të dy. Nuk do kalojmë direkt në divorc, duam një hapësirë, njëri tjetrin ta njohim më mirë, se dashuritë ndryshojnë. I njohur shumë të rinj, ndoshta ti je shumë i dashuruar me personin tjetër. Çfarë moshe kishte partneri kur ndodhi ka filluar pjesën e tradhtisë? Ndoshta 45, 44. Dhe ajo ishte 15 vjet më vogël. Po.
Dua të ndaj një fakt interesant për moshën. Së fundi po diskutohet që çdo etapë moshe, kur ndryshon stadi 30, 40, 50, 60, ndodhin kryesisht tradhti, për shkak se gjithmonë vjet ajo afrohemi ndoshta me një dekadë të re, edhe të jetës së pajetuar, edhe ndoshta humbjeve të mundësive që mund t'i kemi pasur ose Po të 40 në fakt janë kulmi. Po. Kulmi i tradhtive dhe kulmi i prishjes së martesave. Tatjana, unë kam dy pyetje. Ta preku pak Jona, po nga ana intime, unë e di që 17 vjeç, nuk po presim tash ndonjë seks pasionant mbas 22 vitesh, por nga ana intime, ke qenë refuzuese apo ke qenë bashkëpunuese? Jam si natyrë që i shijoj gjërat. Nuk jam natyrë refuzuese, nuk jam nga ato femra që jo këtë se bëje, jo ato se bëje. Domethënë jam natyrë e hapur. Po në pjesën profesionale, ti the që ju të dy po ngrini diçka bashk. Në qoftë se shen nga larg këtë çiftin tuaj në punë, pra në arritje, si a ishte të barabartë në arritjet tuaja apo në përkushtim apo në zotësi apo ke qenë ti apo ai më Unë kam qenë, po, më shumë jam unë si natyrë që kërkoj më shumë arritje. Jam shumë më kërkuese se ai dhe më realizuese se ai. Domethënë 90% të gjërave jam unë që i kërkoj dhe i realizoj. Dhe shpikërisht që personi që ai kishte një lidhje ishte shumë jo kërkuese, domethënë kishte një profesion shumë nuk do të paragjykoj asnjë. Faleminderit që the që vajza tjetër nuk ishte shumë kërkuese, se tani ne këtu po amundsojmë, unë po amundsoj më shumë se nuk kam rolin e Jonës, por që ka diçka të vërtet në shumë çifte, në shumë meshkuj të 40-ave që kanë një lidhje me vajza më të reja. E para unë mendoj që edhe seksualisht, si thua, sikur rikonfirmohen seksualisht nga më të vogla në moshë, por e dyta sikur kërkoj një lloj tek ato një lloj admirimi apo adhurimi të një mashkulli që është i arritur, një gjë që ndoshta në martesë gruaja ka pirë lëngun apo nuk sfidohet, domethënë burri nuk e sfidon fare gruan në këtë aspekt. Dhe kështu që çdo gjë që ai thot, unë po e them në shumë popullorçe, çdo gjë që ai thot janë perla për një vajzë më të vogël, sepse ai bëhet mentor, bëhet ai udhëzuesi, ndihet më superior. Po, udhëfyesi dhe shpesh bëhet role profesorit me mosha më të vogla dhe prandaj shumë shpesh edhe tradhtit në çifte, domethënë këto vajza që shkojnë me burra të martuar, prandaj shpreha vajza që shkojnë me burra të martuar, jo gra që shkojnë me burra. Edhe vajza që ishte e lidhur, më falni se po ndryj, edhe vajza që ishte e lidhur bashkëshorti im ishte martuar me një fëmijë 12 vjeç aktualisht domethënë. Po edhe ishte martuar e vogël. Po dhe ajo të njëjtën gjë. Domethënë vazhdon, të njerë burrin jashtë, njëra shumë, po që me probleme ndoshta pak ekonomike, ndoshta, sepse unë tash nuk jam interesuar kur për pjesën e asaj, pavarësisht se mund ta kem afër, mund ta kem diku këtu ku unë banoj, që është banore e të njëjtë zonë. Burrit nga një hall dhe një hall, i fut një gruaj me fëmijë, nuk se këto zakonisht ndodhin mbas divorcit. Shiko, Tatjana, tani për momentin, nuk jam e qartë, në çfarë pozite jeni? Ai vazhdon me këtë gruan? Jo, i kam të prerë, ai sipas ti domethënë, sipas ti që ai nuk e dinte çfarë po bënte, ishte i përfshirë kot në këtë marrëdhënie, nuk e di pse po vazhdoja kaq shumë, por që unë e kam lënë një periudhë pauze, i kam thënë që ti do shikosh veten, do shikosh atë, ndoshta të dy duhemi shumë, ndoshta ju mund të keni shumë gjatë përbashkët sa mund të keni ne tani, edhe jemi në një periudhë pauze të dy që pauze brenda në një çati apo në shtëpi të ndryshme? Kemi çatia të ndryshme, kemi arrirë që të kemi gjërat tona, edhe kemi ambiente ku mund të jetojmë dhe të ndarë. Duke qenë se ti, si thua, i ke dhënë një green light, një dritë jeshile që ai të marrë vendimin e vet. Unë besoj që në një pjesë madhe të çifteve, nëse partneri të thotë që merr vendimin të zgjidhe, tregon forcë shumë të madhe dhe paktën të friksohesh pak, sepse thua dhe kjo grua pas ka ndar mendin dhe mund të bëj dhe pa mua. Unë nuk e di nëse kjo mënyrë e të sjellur nga ana jote e ka rritur frikën atij apo e ka bërë më të interesuar ndaj teje. Ja ka rritur frikën, sepse unë jam natyrë që mund të jetoj vetëm. Do të kemi të ardhurat që mund t'ja dalin të dy vetëm. Unë besoj që të meshkuj pjesa që ka të ardhura nuk ka lidhje me pjesën që t'ja dalin vetëm. Gratë po, grave vetëm të ardhura i duan t'ja dalin vetëm, mendoj që për meshkujt. Edhe fëmijët janë rritur, ata punojnë, do të një kam mësuar në lloj forme që ata e shfrytëzojnë dhe verën për të punuar, i nxjerrin të ardhurat vetë për të studiuar. Edhe vetëm që do të nga që në duke jemi familje perfekte, unë prapja kam dhënë këtë mundësi që ai ta rishikoj veten, jo mua.
Kam thënë unë nuk kam tratuar kur bashkëshortin tim, kam qenë gjithmonë e plotësuar, gjithmonë nuk kam pas asnjë mangësi. Ke bërë ndonjëherë vetes pyetje që unë jam lidhur me këtë 17 vjeç, domethënë si do jetoj unë, do ndaj gjithë jetën me këtë? Ke pasur ndonjëherë kështu? Jo, sepse brezi im, shumë gratë që janë ta unë, do të thënë që janë një situatë të gjitha jemi edukuar me atë që personin që marrim e kemi për gjithë jetën. Po shem një romans, një film romantik, një gjë që domethënë okay, burri yt ka qenë shumë i mirë me ty në një pjesë madhe, siç thua, po prap nuk e ka atë se di, shif një romans Hollywoodi, nuk ka atë pyetjen. Nuk e kam menduar këtë, nga që në mendjen tonë është ngulitur që këtë person do mbajnë, domethënë gjithë jetën kemi fëmijë, kemi jetën me të, kemi ngritur këtë me të dhe nuk e kam menduar ndonjëherë që. Po kur unë ndjeve kur e more vesh tradhtin, atë vjen keq se ke menduar ndonjëherë? Jo, kur e mora vesh tradhtin e kam menduar. E kam menduar thash që ti ere, gjërat ndryshojnë. Dashuri ndryshojnë, ai vendosi që mos përkushtohet më ty dhe ndoshta dikush tjetër mund të përkushtohet më shumë ty. Dhe prandaj kam lënë vetes këtë fazën e hapur. Si historia jote janë shumë histori. Dhe madje më kujtohet gruaja një aktorit i cili nuk jeton më, një aktor i shumë të madh të kinemas shqiptare që emrin s'po ja them, por ato dilnin shumë bashkë, dhe ai ishte një aktor dhe shumë king, shumë tërheqës, patjetër ndoshta me histori dhe aventurat e veta në kohën e komunizmit. Dhe mbaj mend që isha me një njeri më të madh se mosha ime, një grua, dhe takojmë tek një qendër tregtare dhe i takon këta të dy. Edhe thotë o zot çfarë çifti jeni ju, tha, jeni fantastik. Dhe tha kjo mbas gjithë atyre viteve vujtje, tha tani e kam timin. Tha në momentin që plakë tha dhe tash që s'do më, tha, të bëj gjë, tha tani është ta çifti perfekt. Dhe të njëjtën gjë më ka thënë dhe një zonjë tjetër, e cila ka kjo një marrëdhënie shumë të mirë, shumë të gjatë me burrin e vet, por që ka kaluar fazë shumë edhe ai artist, fazë tradhtie, dhe tha unë tani e dashuroj, tha në të 70-tat burrin tim. Kështu që ka histori të tilla, për ty duke qenë se ti tashmë i ke dhënë një dritë jeshile jetës së ti, po ndërkohë i ke lënë dhe një derë hapur marrëdhënies tuaj. Pyetja që është më thelbësore që unë mendoj është ajo që vlen, për të paktën për mua. A e do atë burr? Jam në të fazë, ta them të vërtetën, domethënë. Ja bëj shumë herë vitet pyetjen që a e dua, e shikoj kështu dhe them a e dua më këtë person. Nuk e di. Para se unë kam bërë vetes time gjithë moralin e mundshëm, gjithë psikologjinë e mundshme, prapë unë jam shumë e lënduar. Çfarë të ka lënduar më shumë te pjesa e tradhtisë? Më ka lënduar çdo gjë. Çdo gjë, sjellja, domethënë se mbasi tradhtie, pavarësisht se unë nuk kam dashur ta kuptoj ose nuk e kam bërë vetes si traumë, po ka shumë trauma brenda. Dhe nuk kam dashur që unë t'i vuaj si trauma, të ngelen. Dhe jam fokusuar diku tjetër, nuk e kam pasur shumë fokusin të tradhtia. Edhe duke mos e pasur fokusin aty, po ka pas shumë trauma. Një tradhti ka çdo gjë brenda. Ka mos respekt, ka çdo gjë. Shiko, ka dhe diçka tek ty që Jona e vure re, besoj, e para nuk është bërë kurioze për tjetrën. Ti e the që sepse nuk ka fajin tjetra në këtë marrëdhënie, po pra për mua është e habishme se njeriu është pa kurioz se kush është si ngjan, si ka flokët, ti diçka di tani, se diçka na the. Jo, zakonisht e kam parë në foto dhe ngjan shumë e mua, po thjesht në versionin pak më të re. Se ka njerëz që ndoshta mua më duket pak agresive në fillim, po më duket edhe shumë e shëndetshme që i shkojnë deri në fund. Zbulojnë, marrin vesh, takojnë tjetrën, e kuptojnë që ndoshta e kanë shumë mënyrën e shërimit të tyre. Ka dhe njerëz të tjerë që si kam urruar femrat që të kanë këtë lloj mënyre, sepse unë shikoj që më shumë, duke vënë bashkëshortit tim më shumë ishte ky i fiksuar, në kuptimin që ky më shumë i shkonte se sa ajo. Do të thënë ka qenë një lidhje që ky jepte më shumë. Duke parë që ishte një lidhje që ky bënte më shumë maksimumin ta mbante atë lidhje, atëherë nuk ishte shumë pjesë e asaj, po ishte më shumë pjesë e këtij. E duke parë që ishte më shumë pjesë e këtij, atëherë nuk kisha si vija pa një personi tjetër, ndoshta mund të kishte probleme të saj psikologjike, sociale. Nuk dua të them këtë, dua të them që në momentin që sepse edhe unë jam si tipi jot. Jam që dua të di sa më pak gjëra edhe mendoj të distancoj, po ndërkohë në momentin që distancohesh nga informacioni, me sa kam parë sepse tradhtia është një temë që na ka bërë të gjithë psikolog në një lloj mënyre, sepse të tërë kemi që 14 vjeç që merremi me këtë temë. Qofse s'kemi pasur prindër, kemi shpëtuar nga ky hall brenda shtëpisë, kemi që 13-14 vjeç që merremi me tradhti që në klasë 7 dikush është tradhtuar nga dikush dhe që atëherë ka qenë një plak, pa e ditur fare çfarë ishte tradhtia, e dim që nëse ai çuni puthe gocën tjetër te klasa, neve na dhimbte shumë. Dhe është diçka njerëzore që besa kuptoj unë të dhëmbi që ditën e parë që ti
ke pasur tërheqje ndaj dikujt tjetër. Dhe po fakti që kur nuk I shkon ose kur nuk flet, fillon ndërton në kokën tënde edhe historira që shpesh herë me të folur si thua sqarohen. Për shembull, siç ndërtojnë e zëm dashnoret historira që burri vetëm bën sherr me grua në shtëpi, nuk flet kurrë. Këto historirat që mendojnë që gjithë dashnorët mendojnë që burrat nuk flasin kurrë me gratë e tyre në shtëpi, bëjnë sherr, nuk bëjnë kurrë seks, janë dy veta që vetëm më falni përshtyn njëri tjetrit sepse kështu e ndërtojnë burrat historinë tek dashnoret. Ashtu edhe gratë shpesh mendojnë që ajo është një lidhje që ato qajnë për njëri tjetrin, si t'ja bëjnë, ndalojnë aty në një stacion treni, që edhe mund t'jetë, por edhe mos jetë, mund t'jetë edhe thjesht fizike. Kështu që ndoshta mendon ti që te kjo pjesa e vuajtjes që ke kaluar është dhe pjesa e distancës që ke mbajtur ndaj informacionit të vërtetë të kësaj lidhje? Nuk më ka interesuar kur informacioni, as nuk jam as sot të interesuar. Po ti në tru, a ndërtoje historia? Jo, asnjëherë. Nuk kam qenë kështu tip, ju urrej femrat, ju urrej, domethënë ka pasur një tip urrejtje të brendshme për njerëzit që e quajnë tjetrën ose fokusojnë te tjetra ose po ma merr burrin tjetra, jo. Nuk kam qenë ashtu tip. Mos ke dashur të mbrohesh nga të vërteta që mund të zbuloje? Jo. Nuk asnjëherë nuk më ka shkuar mendja që unë jam shumë të gjithë vërtet të basorti tim, kishte një lidhje, nuk më ka interesuar fare kush është personi që ai ka këtë lidhje asnjëherë. Se përmendë vazhdimisht kisha të nevojshme që familja të dukej perfekte. Jo, se kisha të nevojshme duke perfekte. Unë kisha vetëm të nevojshme thashë që unë kisha fokusin të fëmijët, që ata mos kishin trauma, që ata të rriteshin deri paktën 18 vjeç, mos shikonin në shtëpinë tonë në sherr, mos shikonin që shikon me këto rri, shikon se ti merr tjetra ose mos kishin këto fjalë banale që kanë të familje që kanë një tradhti. Doja që ata të rriteshin pasin zero traumë, sikur s'ka ekzistuar tradhtia midis nesh deri në ato kohë. Se doja që të përjetonin situata të pakëndshme në familje. O Tatjana, ishte e vështirë ta mbaje këtë rol që mos të reagoje kështu? E theksoj, duke punuar në një institucion kur përballesh me gjëra më të rënda, me shëndetin që nuk ka më keq, kur shikon fëmijët që janë duke vuajtur, e kur shikon kështu, nuk e kam kaluar fokusin te fëmijët dhe jo më te ajo pjesë. Për të ruajtur dhënën psikologjike dhe timen edhe të fëmijëve, edhe të familjes, domethënë, edhe të punës sigurisht sepse ana ekonomike është shumë e rëndësishme. Pjesa e moshës, ti je 42, unë jam më e madhe se ty, ndodh, është një fet, kemi parë edhe goxha filma, kur partneri zgjedh një më të re, ka njerëz që realisht e vuajnë atë pjesë. Se thonë, mendojnë që okej, ndoshta kaq ky Unë nuk e kam fundi. vuajtur fare sepse unë jam perfekte, nuk është e vuaj nga kjo pjesë që unë është më mirë se unë ose unë jam një femër e mbajtur, një femër normale. Shumë e mirë, domethënë nuk jam nga ato që ndoshta kanë ndikuar pamjen e fizike, unë jam në një fizik perfekt. Domethënë jo se dua t'ja bëj çetin vetes, por jam realist. Nuk e kam pas asnjë këtë pjesë sepse nuk e kam deficit të vetja ime. As anën e plotësimit, as anën e pamjes fizike. Nuk e kam vuajtur këtë pjesë. Jam ndoshta probleme, kam thënë bashortit që ato janë probleme psikologjike të tija, ndoshta ai vjen nga një familje me shumë fëmijë, ndoshta s'ka pasur vëmendjen e duhur. Nuk e di. Ato janë probleme sociale që di psikologja. Kur e mendon kështu, do të lehtëson ty që janë problemet e tij? Më ka lehtësuar shumë edhe fakti që unë tash mund t'ja dal vetëm, fakti që unë jam e plotësuar, fakti që kam rritur 2 fëmijë pa trauma. E kjo më ka lehtësuar shumë që unë të them aty stop, këta u rritëm, ti nuk ke më asnjë përgjegjësi, nuk ke për asnjë, nuk ke më as për punën, dhe do vendosësh vetë. Nuk kam falur akoma. Vajzës tënde, si ja ke thënë? Jam shumë kurioze se si një gruaja thot një gruaj tjetër, një vajze, për pjesën e tradhtisë. Ka pasur çfarë diskutimi ka pasur? Vajza ka parë vetë dhe duke pasur një shoqe që kishte të njëjtin problem në familje, më shumë e kishte diskutuar me atë. Kishte mbajtur për vete sepse i shkonte mesazhet me zemra, jo në makinë, edhe duke pasur një lidhje, vajza vetë ka kuptuar dhe më mirë pjatin. Por që nuk ma kishte thënë mua, po unë isha munduar t'ja thoja larg, pastaj ja kam thënë drejt. Po vajza si u ndje kur e mori vesh për babin? I kam mësuar në të lloj forme që mos rëndohen shumë psikologjikisht, sepse pastaj u kam thënë gjithmonë dal nga dal. Ndoshta kemi diskutuar si tema për të tjerët. Atëherë shikoj, unë po kuptoj nga ty që ti je një grua psikologjikisht shumë e fortë edhe bravo që po rrit edhe fëmijë që po flet tamam edhe hapur. Tani ti për momentin edhe një herë për të bërë një, si thua, përmbledhje, jeton gati më vete, nuk je divorcuar, martesa nuk është e mbyllur, nuk është e zauruar si martesë, por është tani është në ajër, është kështu si në një purgator. Shikon nëse ka mundësi për rikthim? Shoh që bashorti po përpiqet shumë, po na bën fundjava shumë të bukura.
po mundohet të bëj maksimumin të rikuperoj atë 5 vjeçar që e ka humbur. Dhe si ndikon kjo tek ty? Po shoh përpjekje nga ana e tij, domethënë, po blen dhurata, domethënë po mundohet që sepse unë i thash, ndoshta dashurit ndryshojnë, ndoshta mua më kanë ndryshuar dhe preferencat, ndoshta i thash në këtë moshë ose në këtë fazë që ndoshta unë nuk dua me një person si ty. Edhe po mundohet shumë, e shoh që ka përpjekje nga ana e tij. Dhe kur bën përpjekje të lën ndonjë ndjesi? Unë në thash nuk e di. Ja. Them dhe aty shpesh që për mua nuk është i falur. Janë shumë vite që unë kam bërë distancimin emocional, edhe akoma nuk e di. Po mundohem, në kuptimin që po e shoh. Tatiana, po me atë gruan, 5 vite, nuk u përballe kur, nuk fole kur? Kam folur vetëm një në fund, që thashin nëse ju e doni shumë njëri tjetrin, se i dërgon teleton zile. Ke folur një në fund. I kam folur një në fund dhe i thashin nëse ju duheni kaq shumë sa ti po fillon prap. Që e mbyllet histori dhe ti po fillon po ngacmon, atëherë të lutem shumë me ke këtu, merruni, jetoni, unë nuk kam asnjë pengesë nga ana ime, nuk do kesh kurrë, as nuk më intereson kush je, as cila je. Tani e prishe lojën. Tani ja bëre më të vështirë. Kur i thua merre tjetrit, atëherë se doj. Unë mendoj që ti dashje pa dashje, fal edhe intelektit tënd, ty të ka dhënë ndoshta edhe Zoti disa mundësi që tani ti po i vlerëson se nuk e dije që do të vinin në dorë, për shembull fakti që ti punon edhe me duke parë gjëra në mjekësi që janë edhe shumë më të rënda dhe ke parë lëllë rastesh dhe unë e di se jam vajzë një mjekeje që janë shumë gjëra absurde për ne që të tjerët i kalojnë, i shohin me sy çdo ditë. Fakti që ti edhe nga ana intelektuale je formuar, fakti që ti je suksesshme dhe ja ke dalë edhe vetë edhe situash në shumë gjëra, ndoshta ke dhënë disnivel me bashorti për ato, për gjithë përkushtimin, ambicien tënde, për konsistencën tënde në punë. Fakti tjetër që fëmijët ishin në një moshë që e kanë kaluar atë, as duhet të rish aty bobosi do i lëon 2 vjeç në rrugë, as 13 vjeç që janë të çmendur vet. Kupton, janë në një fazë pra të kanë ndihmuar shumë pjesë që ti të dashje pa dashje të krijosh karakterin e gruas që burri do donte të kthehej. Sepse edhe fakti që ke dhe shtëpinë tënde dhe shumë e rëndësishme thot një shkrimtare Virginia Woolf. Kam punuar shumë me veten që unë ta përballoj këtë gjë, që unë ta arrin në këtë fazë. Do të thënë kam punuar këto 5 vjet të tradhtis, kam punuar ndoshta me orë të tëra, duke ditur që bashorti as e kam shqetësuar me telefon, duke ditur që ai është me një person tjetër, sepse çdo femër e ndjen. Duke ditur që ai është me një person tjetër. Në dhimbjen tënde, sepse është dhimbje të tradhtohesh, ti je forcuar dhe i forti të trëmb. Më duket sikur edhe kanë ndihmuar të zbuloj pak prioritetet e veta në jetë, karrierën, fëmijët, më shumë se sa marrëdhënia me partnerin, se mendoj po të ishte ajo një nga prioritetet, do ishe shumë e dhënë pas historisë që ai kishte krijuar jashtë jush. Nuk e di nëse e shikon procesin e tradhtisë si një moment zbulimi të vetes, se çfarë ti i vlerëson. Është shumë e vërtetë, më ka bërë më shumë të unë njoh veten, të njoh edhe disa cilësi që ndoshta unë dikur nuk e kisha parë të vetja ime. Më ka parë të shoh veten time me një sy tjetër. Si nën e fortë, si grua e fortë, si një person që mund të arrijë disa gjëra që ndihmën në Tatiana, maskullinë. Po, tamam, në mbyllje të kësaj se më kishte bërë një vretje, tha, edhe pse ne këtu vetëm leksione kemi, po donte që ta mbyllte telefonuesi ta mbyllte me një mesazh, donin atë mesazh në fund. Po nëse kishte diçka për të thënë grave që patjetër ka me qindra mira, tash i mira, në gjithë botën, po them një gruaj që sapo është përballur me këtë gjë. Çfarë mendon se është shumë e rëndësishme për të kuptuar kur përballesh me tradhtinë e partnerit? Nuk dua që të grua të vjetë në situatën time, por aman, dua që çdo grua të fokusohet ku ka prioritetet e saj. Rasti ka ndodhur, do ndodhin. Dua që të fokusohen te fëmijët, te familja. Që paktën të rrisin fëmijë pa trauma, të rrisin fëmijë që mos pësojnë të njëjtat gjëra që kanë bërë baballarët ose prindërit ose mamat e tyre. Të ka ndryshuar koncepti për tradhtinë, siç mund ta kesh pasur para 20 vjeteve? Më shumë e shoh tani në aspektin psikologjik. E shoh se një ndryshim psikologjik ose një traumë që mund e fëmijërisë. Tatiana, falenderoj shumë. Më vjen mirë që je në një pikë ku të paktën i di i ke vënë si ishte edhe vetë prioritetet para. Kalamajt i ke mirë, që është shumë e rëndësishme, punën e ke mirë, shëndetin e ke në rregull, edhe ke një profesion, gjërat që do në jetë. Më pas me burrin, do ktheni apo s'do ktheni, rëndësishme është që ti ta duash të kthehesh.
Edhe Do shikojmë, jeta është situacion. kemi dhe 60 vjet jetë në 40-ave, të paktën. Falenderoj shumë Tatjana. Faleminderit juve që më bët pjesë të programit. Faleminderit. Dëgjojmë. A është e vërtet, duke u nisur nga Tatjana, që një burr largohet nëse tradhton, krijon një marrëdhënie tjetër, në këtë rast edhe ai ishte e lidhur, kështu që ishte çime komplikuar. Nëse gruaja e lë, si thua, lë luftën. Se Tatjana në mënyrën e vet nuk e la luftën. E mbajti, nuk është se iku ditën e parë, unë ika, mirupafshim, mora plaçka, doja them fëmijëve. Ajo priti, kaloi 5 vjeçari, u rritën kalamajt, pra nuk e la luftën. Se u mendoj që nëse gruaja nuk lufton, i thot ik, ai ikën. Nëse ai lufton, e fiton gruaja, jo dashnorja luftën. Sipas situatës mund të ndodhin të dyja edhe që qëndroj, po edhe të largohet. Po nëse, siç e the pak më herët, kur edhe i thua ik vazhdo, ai prap ka atë idenë që nuk më dua të lëg familjen time, sepse i ka parasysh të gjitha gjërat që do të humb nëse largohet. E kupton dhe ai vetë që mund ta ketë bërë për arsye të nevojave momentale, pjesën e tradhtisë, ose për arsye të tjera që unë doja shumë të eksploronim pak, sepse nga këto mund të marrim dhe përgjigje sipas rasteve. Që të paktën tek rasti i Tatjanës kuptova e para një moment ku ajo tha ishte më i realizuar në karrierë, dhe aty filloi që të shikonte, domethënë, ndoshta realizime të tjera ose plotësime të tjera emocionale. Dhe ndodh një nga arsyet e tradhtisë është edhe fakti kur ne futemi në një eksplorim të nevojave ose të emocioneve tona që si kemi jetuar më herët, pra të pajetuara. Dhe kur vjen rasti, ne nuk është se e mendojmë që në këtë moment do ndodh, por ti e përjeton. Pra është një proces i jetës që të bën ta reflektosh dhe plotson këtë nevojë. Përmendi Tatjana dhe një tjetër që prapë çon tek arsyet e tradhtisë, që është familja. Pra mënyra se si ne jemi rritur në familje. Nuk na dha shumë informacion, por unë do ta përgjigjsoj pak. Pra ka dhe raste kur për shkak të mënyrës se si ne lidhemi me prindin, mund të krijojë, së formësoj dhe mënyra se si ne krijojmë lidhjet tona, se si duam dhe presim të na duan njerëzit. Dhe në varësi të kësaj ne veprojmë. Çfarë do të them? Keni parasysh që në atashim ose lidhjet që ndodhin në fëmijëri janë ato të sigurta, të pasigurta, anktioze, shmangse, dhe dy modelet paktën që mund të çojnë kur ne rritemi në tradhti është e para ajo e atashimit që krijon pasiguri, pra të pasigurt, dhe një fëmijë që rritet në këtë model marrëdhënie, patjetër që kur të rritet do kërkoj me partnerin me një dëshirë ose frikë që i shfaqet vazhdimisht, duke thënë që je këtu për mua apo jo. Dhe nëse këtë konfirmim nuk e merr, atëherë do të hapi skema të tjera ku mund ta marrë nga persona të tjerë jashtë marrëdhënies. Ka dhe një tjetër lidhje që është ai ambivalent, quhet, ku personi bën këto ikjet dhe ardhjet shpesh në jetën tonë, pra një herë të kërkon, pastaj largohet, vjen prap, sërish të dënon me largimin e tij, pra ka një stil të lidhjes që është formësuar që nga momenti kur vjen në jetë. Çfarë pike, çfarë lloj lidhje ka pasur në fëmijëri me prindin që krijon? Prindi që, me thënë, përmes mesazheve, komunikimit ose jo komunikimit, përmes sjelljeve, mund t'i ketë dhënë ti bërë të ditur fëmijës që unë jam edhe nuk jam për ty. Tatjana tha që ishte rritur me shumë fëmijë, është gjë e parë që thash, shumë fëmijë nuk se ke vëmendjen e ke të ndar. Sa e merr ti e merr tjetrit, ai që ty japin tjetrit. Dhe janë gjëra të cilat nuk flitet, janë frika që krijojnë në botën e fëmijës, edhe sikur prindit vërtet i ketë ofruar një marrëdhënie shumë të sigurt, ka perceptime të caktuara që atij ka munguar pikërisht qartësimi dhe fillon ta mbush me frikë. Dhe këtë frikë e merr me vete, rritet dhe e çon deri në pjesën e marrëdhënieve ku aty reflektohet edhe momenti i tradhtisë. Kur ne rritemi dhe stilet e lidhjes janë praktikisht si programim. Si programime që ne fusim në një program në kompjuter, ashtu ndodhet edhe stili i atashimit kur jemi fëmijë. Programohet fëmia që në atë moment derisa rritet dhe vazhdon me atë stil sjellje ose atashimi. Shiko, edhe pjesa kur ai tha se do të kthesha çik tek pika parë që tha mori makinë të re. Rregullua. Është një gjë që të paktën në Amerikë quhen midlife crisis, kriza e mesmoshës, dhe kemi diskutuar edhe një herë këtu herë tjetër që thonin direkt merrni një Ford Mustang dhe një makinë ose me dy vëndshë, makina sportive, rregullonin lyni flokët. Tani ose mbjellin flokët për momentin, domethënë që është kriza. Jeta pa jetuar. Pra është edhe kjo një nga tjetër arsye. Sepse dhe njerëz që punojnë gjatë gjithë kohës, edhe këto, plus që ai ishte një lidhje që është 17 vjeç, unë ndonjëherë mendoj që edhe është pjesë e mos monogamisë, e mungesës së monogamisë të njeriu. Janë lidhur që 17 vjeç,
Dhe fakti që ky arriti një sukses dhe këtë sukses duhet t'ia thoshte dikush që ua sa i mirë që edhe sa i suksesshëm që je, bravo të qof. Me konfirmimi. Dhe gruaja mund ta thotë, por nuk të bë më përshtypje sepse gruaja ty të njeh më mirë se ç'duhet. Ti do doje të njihesh tani. Ka humbur stimulimi në marrëdhënien e vjetër. Se unë mbaj mend domethënë kur dëgjoj histori me shku që dhe batuta që unë arrita këtë sukses, tani dua triumfin tim, dua lodrën time. Kështu që lodra ime në këtë rast është femra, makina apo diçka tjetër. Por pastaj se shkoj me shumë apo krijoj një lidhje romantike, pastaj fillojnë edhe këto diskutime tjera tradhtis, madje edhe mes meshkujve është po ky budalli 5 vjet. Domethënë thon, hajde një herë, po jo 5 vjet, pastaj hyn këto gjëra të fëmijërisë. Pse kërkon ka gjatë lidhja. Se janë ca gjëra që mua më duken tipike maskullore që fizikisht ata janë të prirur të kenë një disattachment, jo përfshirje emocionale. Jo përfshirje emocionale shumë forte dhe kjo njihet edhe biologjikisht, domethënë është me shkencë. Po pastaj pjesa e marrëdhënies pastaj futet këto. Çfarë po kërkon ti tek ajo që nuk e ke tek. Më bëri përshtypje edhe fakti që ishte thënë nuk e di pse e kam bërë këtë. Dhe kjo nuk e di, unë e lidh prap me jetën që ti nuk e ke jetuar më përpara. Për shembull janë dhe ato momentet ku ne mund të kemi pasur ëndra kur të vegjël, mund të kemi pasur një tërheqje për një shok, një shoqe ose për një të rritur, më të rritur se sa ishim ne, dhe këto realizime i plotësojnë kur janë në gjendje, pra në moshën adulte. Mund të janë dhe këto shtyret ose motivet që shtyn dikë të tradhtoj dhe janë të rëndësishme personale. Dhe Tatiana kishte kuptuar dhe kishte bërë këtë punë me vete. Ai puna vetëm mendoj që do ta ulte më shumë me këmbë në tokë dhe diskutimin botror mbi tradhtin, besoj unë, se siç e tham dhe që në fillim kur të do tradhtia, lëndon ndonjëherë dhe më shumë se ç'duhet. Dhe prandaj doja ta pyesja Tatiana, na kishte mendime, se shumë herë janë shumë mendime në kokën tonë që nuk duhet të jenë nevojshme të jenë kaq shumë. Sepse të gjithë kemi kaluar këtë, pjesën e tradhtisë. Dhe ti fillon truri jot fillon kështu, imagjino gjëra që ti nuk e di fare. Ti imagjino dhe çarçafin çan ngjyrë kanë. Edhe a kanë petale në mur as kanë, ku di una çka ka veshur ajo. Ti nuk e di fare si duket ajo, ti imagjino dhe nishana nëpër trup dhe situata të tilla sepse të fillon truri të punon dhe të fillon vritesh më shumë të dhëm. Po. Kjo gjëja. Kjo vjen nga nevoja se kemi dëshirojmë të japim kuptim gjërave dhe truri jon gjen përgjigje ndonjëherë dhe jo realiste. Prandaj ndodh kjo bota e mendimeve intruzive, siç thonë, ose automatike që vijnë direkt. Megjithatë Tatiana, se më tha që fillim që tha të dua të kam ndjekur dhe unë e dua shumë, por në një gjë nuk e besoj shumë, sepse nuk e besoj gratë kur thonë që nuk kam interes për tjetrën. Unë e besoj pjesën që nuk dua të krahasohem me tjetrën ose nuk dua ta shaj tjetrën dhe unë kështu e kam bërë. Për mua nuk ka logjik, por nga ana tjetër absolutisht doja të dija gjithçka për tjetrën me shumë elegancë. Nuk kam qenë nga ato invazive, intruzive ose shoqjet e mia që flisin në çdo tavolinë edhe thoshin ajo kështu me zë të lartë se ka shumë kështu dhe mua pëlqejnë ato pak. Dikur më duheshin të çmendur, po ato e kalonin shumë shpejt, e kalonin kështu me shpërthime, se të gjithë kemi pasur në gjimnaze në universitet. Por patjetër që doja të dija edhe në fshehtësinë time të merja vesh, shifja emrat mbi emrat, ku ishin, ç'a bënin. Shpeshherë ndoshta filloja mendoja pse ajo dhe jo unë. Edhe shifja për shkakun kishte një lëvizje dore tjetër, kishte diçka, një flok, një gjë. Edhe te mua theksoi shumë ajo, më duket sikur ajo ishte, që se kisha unë. Ishte më e dobët se mua, ajo gjëja ishte. Është proces normal. Po është proces shumë normal, prandaj ajo kur e pyeta Tatiana nuk e prisja këtë përgjigje që tha nuk merresh afare, sepse ajo pastaj tha që ai më gjante mua. Pra, në momentin që e ke parë më gjante mua, pra ti e ke parë atë. E pra e ke parë, e ke observuar dhe nga jashtë, e ke parë dhe ke studiuar, se është e vështirë të gjesh një njerëz që ndjan ty, se vetë është e vështirë si një njerëz që kuptosh atë gjën tjetër ty. Tjerët mund ta shohin, po ti nuk e shef. Kështu që edhe kjo dalim tek ajo që komunikimi, ajo që themi nuk është njësoj me atë që bëjmë. Pra mund të ketë ndodhur që mund të ketë qenë kurioze, ne po bëjmë tani analizë, por në përgjithësi ndodh, po është e vërtetë. Unë mendoj që ne femrat të njerë kemi edhe pak turp nga ato ndjesitë tona të njerëzit përgjithësi kanë turp nga ndjesitë e tyre që janë shumë normale. Edhe unë kam kuptuar me kalimin e viteve që disa ndjesi që u mendoja që i kisha shumë jo normale, edhe që mburresha në publik që si kisha, dhe tallesha me njerëz që i bënin. Jo, janë shumë normale ti kesh, ti je edhe kurioze për tjetrën edhe të krahasosh veten. Nuk është normale të lyesh të vishësh si ajo, është normale, të vazhdosh, pastaj aty kalojmë në çështje psikologjike. Po është normale të bësh xheloz, është normale të qash, është normale edhe të rrasësh mes qytetit kur e ke kapur. Pra mos kemi turp nga këto sepse klasi, kemi parë edhe princer që rrau në video, kështu që klasi nuk në fund të ditës emocioni është shumë njerëzor dhe do ta përqafojmë atë. Nëse jemi futur në një marrëdhënie, do thotë që ne jemi persone special për atë, secili për njëri tjetrin. Pra, dhe duke qenë të tillë,
kur futet një person i tret, do thotë që ta merr të gjithë atë meritën tënde dhe zhvlerësim, është një zhvlerësim shumë i madh për ty. Dhe si i rrjedhoj kësaj, neve duhet të kemi pastaj krahasimet, mendimet negative, çdo gjë që e the pak më herët, që është një proces tërësisht normal të ndodh. Dhe që është tjetër proces shumë normal që ne të flasim pa fut për tradhtim, se të gjithë bota të donë dhe ne pastaj dhe duke kërkuar dhe historitë të tyre zgjatemi pa fund. Kështu që të kalojmë tek Mimosa, se kjo është një temë që është shumë interesante. Martesë 19 vjeçare me 2 fëmijë, zbulon që i shoqi kishte një jetë paralele 20 vjeçare. Është historia e Mimosës, historia e rëndë. Jeton në Zvicër, ka përjetuar dhunë psikologjike, manipulim emocional, ka kaluar edhe në dhunë fizike dhe gjithashtu ajo dyshon se ai ka planifikuar dhe ta zhduk. Ta vras. Ta zhduk si ato filmat me Julia Roberts, nuk e di, që janë ca kështu filma që fshieshin që mos i zhdukte burri, nuk e di. Po kështu thot Mimoza, e kemi në linjë? Moza? Mirëmbrëma. Faleminderit një herë që do ndash historinë, unë e lexova historinë tënde, por natyrisht do të bëj pyetje dhe ta kuptojnë edhe njerëzit. Ishte si film, që është dhe një histori brenda një jete shumë të rehatshme apo jo? Jena seriozisht gjithmonë ka qenë rehatshme, se kur jemi njoftu, unë dhe im shoq ende, e kemi nis jetën nga zero. Nuk e kemi pas këtë anën financiare nga ngarkesë, e kemi pas një shumë të rehatshme. Mirë po, që e shikoja që ka pak problema i këtë pjesën që unë kam të ardhura më shumë, por shqiptar ke parasysh, edhe unë mundova ta motivoj, të bëj shkollime, që të hecë për para, kishte ambicie, nuk ishte që nuk kishte, po unë mundova ta shtyp nga ajo pjesë që të ketë suksesin e vetë edhe ai që ta ndjej pak veten më në energjinë mashkullore. Edhe kam punuar shumë këtë drejtim, ja dolëm, nisi në një drejtim tjetër me punësime. I erdhi momenti kur u bë edhe i pavarur profesionalisht, edhe unë gjithë kam thënë, e kisha kështu si ëndër, ta kem atë ndjesinë e mamas, të bëhem nën, ama gjithmonë kisha momenti kur unë do vendos ta lind një fëmijë, do jetë momenti kur e di që financiarisht nuk kam patjetër të punoj. Që unë e marrë vendimin a do e rris fëmin vetë, apo a do punoj vëllarisht, ke parasysh? E kështu që ne punuam këtë drejtim, i bëm disa ndërtesa bashkë, dhe me thënë të ardhurat e mia i kisha të siguruara. Edhe kur i bëra 30 vjeç, vendosëm të bëmi edhe prindër. Mirë po, nuk kam pas ala dyshime nga kjo ana e tradhtisë fare. Kishim problem gënjeshtërën, tema gënjeshtër ka qenë shumë herët temë mes nesh. Im shoqja është kosovar, unë jam nga Maqedonia, edhe jam rritur në një frym pak më ndryshe, nuk jam rritur në këto odat e burrave, shtëpi e madhe, ku gruaja e ka vlerë pak. Ke qenë më liberal në familje, ke pas familje më liberale. Po, edhe kam pas një familje të vogël, me vlera familjare. Rash në një vend, shtëpi e madhe, 100 anëtare më shumë, në gjithë Evropë për ndarë, ishte një diçka e re për mua. Edhe u mundova aq shumë që... Ju njohët me dashuri, më falu, dashuruat. Po, vetë jemi njohur. Kjo tema gënjeshtër ishte shumë herët nisi të bëhet temë, se kishte lloj rastesh ku e gjeja duke më gënjy. Ama raste banale, ke parasysh për një shok, për një kushëri, për gjëra pa lidhje që thonja, hey, si ka mundësi për këto gjëra thjeshta, ky njeri të më gënjej. Përse? Nuk është nevoja. Edhe sa vjene më shumë në drejtim kisha dyshime, am ka gënjy prapa, a ka qenë i drejt. Ama nga ana e tradhtisë me një femër tjetër, nuk është që kam dyshu, se në fillim kam mbajtur mua në plumb dorës, se thonja, o zot, ku e meritova unë këtë mashkull. Sa vite të mbajti? Sa vite ishe në pëllëmbën ati? Po një vjet e gjysmë 2 shkoj, ama në mënyrë perfekte, ke parasysh. Edhe shumë shpejt, mbas martesës, shumë shpejt filloi ajo shtypja emocionale. Gjena atë moment isha, ajo gjithmonë thonte, ku e meritova unë një femër si ti ta kem pranë vetes. Kur pastaj filloi të ndryshoj muhabeti, ti si unë s'gjen asnjëherë, në vlerësimi emocional filloi. Moza, më fol pak për tradhtinë e parë. Nuk ishte tradhti e parë, e dytë e tretë. Kto që unë i zbulova krejt para një muaji për krejt tradhti. Do me thënë kam fakte 10 vjetë
Më falë që gjatë kohës nuk e ditur asgjë që nuk e kuptuar që të ka tradhtuar? Jo. Nisa të kem dyshime para 4 viteve, i kam pas dyshimet e para, se nisi të bëj gabim ai, se nuk i mjaftonte më veç një aferë. Një ndër të parat ka qenë para 4 viteve, ku hy në chatin tim familjar, ku ishin motrat, konetrit e mi, e shkruan gabimisht një mesazh. Ishte duke e vënë vajzën tonë në gjumë. Do me thënë dhëmë të vajzës. Unë isha në dhëmë pritje, mbrëmje, ora 8:30. Ky e vendon vajzën të flej, edhe shkruan gabimisht në chatin tim familjar, nuk më pritet të qoh nesër loçk. E këtë fjalën loçk është tipike kosovare, unë nuk e pëlqej. Do me thënë, me mua nuk e ka përdorur. Edhe ky tash fshin mesazhin, edhe ma dërgon mua, s'po më pritet me të pa loçk. Po nuk e kisha telefonin dorë atë moment, edhe del nga dhoma vajzës me një panik shumë interesante, edhe thot, po, çfarë bëra? Thash, haj çu bë? Tha, e shkruajta këtë mesazhin që ta çova tash, e shkruajta gabimisht thash, kur e lexova, thash, loçk. Thash, hajt se su banami, thash, e din ato që burrë grua jemi, kupton? Të nesërmen tash, motra ime i ka bërë këtij telefon edhe i ka thënë, hej, ç'ishte ajo mbrëm, se unë e lexova para se ta fshish. Po unë nuk e kuptoja ende se çka ka ndodhur. Se ai mesazhi që ma shkruajti mua nuk ishte fjala që të takohemi nesër. E ballafaqet motrën unë me këtë rast, thash, pse kontaktove ti atë burrin tim tash për atë mesazhin? Pse të duk aq interesant? Tha, po se dita më duk interesant, s'po më pritet të qonë nesër loçk, tha, unë e dija që jenë shtëpi, më duk pak e dyshim. Thash, nesër? Si nesër? Thash, nuk e shkruajti nesër? Po, tha, e shkruajti nesër. Kur e ballafaqova unë tim shoq me këtë, jo, unë isha si në përgjumë edhe gabimisht e shkrojta, po nuk e kisha për nesër, veç desha ty do ta çoj, po e gabova. Nga ai moment kam nisur të kem dyshime. Edhe që janë pikë pyetje disa lëvizjet aty, kur vonoheshte, kur i bëja telefon se merrte telefone se s'ka pas rrjet me orë, nisa të dyshoj, ke parasysh? Po, e ballafaqerë të tjera ti ngrije pyetje? Po, ama nuk jam ai tip që ta kontrolloj celularin e partnerit, se për mua është ose i beson ose si beson, ama e pash veten që nuk i besoj dot më. Personin e parë me cilin ka tradhtuar, edhe kjo është shumë banale që ende nuk e kuptoj dot, me atë vajzën ose grua, nënë e 2 fëmijëve ndërkohë, ajo ka qenë bashkë në kohën e shkollës, do me thënë para meje, se unë atë vajzën para 20 viteve një herë kam taku. Edhe momenti kur u ballafaquam ne me atë vajzën, ky ushtang komplet, ajo ushtang, edhe unë i pash reagimet e të dyve më duk pak e dyshimt, i fola ja dhash dorën, e përshëndeta se na prezantohet. Si u ballafaquat? Do të thonë ishte rastisht në një vend që u takuat? Rastisht në një vend e takuam rastisht atë vajzën. Edhe reagimi të dyve më duk pak jo normal. Pastaj kur shkoja e vajza vazhdoi rrugën, thash, po ç'ishte kjo? Thash, ç'ishte ky reagim? Tha, jo, e din kohë shkollës, ta kam qenë bashkë me atë një kohë shkurtër, tha edhe ishte pak, më duk pak pa lidhje që u takuam bashkë, e din. Thash, po s'është asgjë e jashtëzakonshme. E din se ke pasni të kaluar, s'është asgjë. E tash, gjatë 20 viteve martesë, ajo është martuar, ka kriju familje, ky u martua, krijoi familje, mirë po me njëri tjetrin vazhdimisht kanë pas kontakte dhe lidhje. Si që zbulova unë tash para 1 muaj. Kam vazhduar e takuar edhe intimisht, domethënë, kam pasur marrëdhënie intime. Po, se i kam gjetë emailat me takime, me data, me krejt. Edhe i kam gjetur pa kërkuar. Pastaj mbas këtij rasti, do shkonte ky për 3 ditë në një fundjavë me një shok, kur atë ditë duke u nisur e qiti një makinë luksoze me 2 dyer që e kemi shumë kështu. Edhe e shohën duke i qitur bagazh sendet, edhe i thash, po, nuk ju mjafton vendi, ky bagazh nuk ju mjafton për të dy. Tha, jo, thash, do shkoj vetë se ai shoku e ka anulu, nuk vjen. Thash, ti do shkosh vetë atje, ku sensi? Edhe aty thash, këtu diçka se kishte gati 1 muaj ndërmjet. Thash, vete këtu diçka nuk bën sens. Edhe ato 3 ditë që ajo ishte atje, unë i kam bërë, do me thënë kam dalë nga vetja, kam hyrë në atë rolin e psikopates, i bëja telefon me kamerë, nuk ma merte, i bëja telefon, e terrorizova me telefonata, me kontrol,
Edhe pastaj ma lëshon të kamerën dhomë gjumit. Ja, shiko qa psikopate je, ti po ma merë frymën, ti ke dyshime, ti nuk ke besim të vetja, puno me veten, ti duhet ta fitosh besimin në vete që të mund t'i besosh diku tjetër, ti do na prishesh fëmit. Aty filloj ai presioni psiqik, që ai mua më qiste në rolin e psikopatës që se ka veten kontrol, nuk i beson vetes, e ka humbur vetë vlerësimin ndaj vetes. Në atë fundjavë, ky tha, e di çfarë, tha, dua të shkojmë te një terapeut. Terapistë çiftesh. Edhe, po, ashtu ndodhi. Në momentin kur shkon te terapisti çifteve ne, kur dolëm nga seanca, ishte ajo në makinën time, po ishte i lidhur celulari ati me makinën time, edhe e thret në telefon një emër vajze, edhe i delte te ekrani im. Pa. Ky ja ndaloi zërin me njerë dhe i thot, po, për atë punën e sigurime, po, do t'i lajmëroj ato punëtorët, do t'i lajmëroj edhe ty, të përshëndes. Edhe më duk pak e dyshim ajo bisedë. Edhe kur shkova në shtëpi thash do të bëj në Google pakun kush është ky personi. Në momentin që mora celularin ta kërkoj në Google thash jo. Kemi nisë të punojmë lidhjen tonë, thash nuk do e kontrolloj, nuk është korrekte. Edhe kur ishte në shtëpi ishte vetëm fizikisht, nuk kishte nerva më për fëmijët, nuk vinte në darkë në shtëpi, vonoheshte, dilte sa vjen më shpesh. Po si ishte mes jush? Ajo është gjëja që më çudit më shumë ti, ajo ka funksionuar gjithmonë perfekt. Nuk kam pas aty asnjë moment ku do thoja nuk e tërhek ose nuk mi lëshon syt. Edhe nuk kemi qenë një çift që mbaron punën dhe hajt, po e kemi pas një jetë intime aktive, shumë të hapur. Në atë aspekt, prandaj edhe kisha dyshime dhe thoja, jo, po sikur ta ke tjetrën, ky nuk prek me dorë, nuk bënte sens, kupton? Shumë gjëra mendojmë se i dim ne, po nuk i dim. Dhe po jo, nuk i dim. Mendojmë që do të jenë kështu apo ashtu, po s'janë. Pastaj do shpërnguleshim në shtëpinë e re, duke paketuar, duke i bërë sendet azër që të shpërngulemi. Ai mua ma thot emrin asaj vajzës që i bëri telefon në atë moment kur dolëm nga terapia. Të tha ty, të thiri pa dashin emrin asaj? Po, edhe unë e ngrej kokën, se isha duke paketuar, e ngrej kokën e shoh thash, po unë Mimoza e kam emrin, kush është ky person? Jo, gabim, desha ta thras këtë tjetrin me gabim ta thash. Thash, qa gabim ishte ky? Edhe mua më kujtua tash emri që e kisha parë në ekranin e makinës, ke parasysh? Po. Aty kemi shpërngulur në shtëpi të re. Të nesërmen, unë hyra në celular dhe e kërkoj kush është ai person. Edhe pasha ai person i ka kompanitë e veta, 3 kompani, edhe më duket dyshim të qa ka kjo të bëj me sigurimet me këtë punën e këtij, me profesionin e këtij. Edhe tash në mbrëmje ulem, e kërkoj bisedën, thash dëgjoj, më vjen shumë keq, thash e di që nuk është korrekte, mirë po, unë kam këtë dyshime dhe kam hyrë të kërkoj. Ai njefti një person me këtë emër, do me thënë me emrin që ma tha i mua. Ai thot, jo, thash je i sigurt? Tha po, thash po, se ja thash pastaj emrin mbi emrin, thash Filanja, kush është? Tha, nuk e di, thash si nuk e din kur numrin e ketë regjistruar. Kur t'ka bërë telefon, ka dalë në ekranin tim. Unë e di që numrin e ketë regjistruar. Pastaj nisi, jo, ajo ka aplikuar te kompania ime për një punë. Thash, ku është sensi? Thash, ajo i ka 3 kompanit vetat, pse aplikon te kompania jote, përse? E aq ti përzit e fjalët që ti as vetëm nuk e di ku filloi muhabeti dhe ku mbeti. Mazallase thoshte për shembull që shiko. Do të shkonte deri në fund të gjestrës. Jo, nuk thoshte asgjë. Kaloj 1 javë, 2 javë, 3 javë në shtëpi të re, im shoq veç gjumin e bënte në shtëpi. Me jetën intime që funksiononte. Pastaj ulem, unë e kërkoj prap bisedën edhe i them, dëgjoj, jemi të rritur. Nuk jemi të prapambetur. As i pari, as i fundit nuk je, që dashurohet ndiko tjetër. Nëse të ka ndodhur kjo gjë, as nuk t'i dua lekët, as nuk t'i ndaloj fëmijët. Mirë, po nuk është korrekte, thash se unë e ndjej veten si kur ti mban mua me zor. Thash, sjellja jote mua atë ndjesi ma jep. Jo veç mua, thash, po më duket sikur edhe fëmijët ton i ke ngarkesë. Thash, nëse s'ke nerva më për këtë jetë familjare, nëse ke gjetë dikë tjetër, të lutem, ja ku është dera, vazhdo jetën, është shumë në rregull për mua. Po nuk jam femër që mbahet me zor. Thash, edhe nuk dua të mbaj me zor. Dalina, ka qenë moment që ai person duhet patjetër të bëhet aktor në Hollywood.
Ull në 2 gjujnd. Zemra ime, si mund ta mendosh këtë gjë, si mundesh me lot në sy, ha? Jo që kam prek, pas mendja, prej ditës që të njoh ty nuk nga shku te një femër tjetër. E më hoj fare, tha, jo dyshime, po. po kur, as një femër jetë ti. Lexova atë pjesën që mua më duk tamam histori filmi, që kishte lidhje me planifikim zhdukjeje, këtë se kuptova unë. Çfarë ishte ky planifikimi? Personi që ma tha ky emrin e asaj, me atë person, si që di tash, në vitin 2023, në prill të vitit 2023, ato veç kanë nisur të kërkojnë apartament bashk. E kanë gjetë apartamentin, e kanë mebluar krejt, ky nuk e ka pas në plan shtëpi të re të hyj me mua fare. Plani ka qenë që të ndahet para se të hyjmë shtëpi të re, do me thënë këtë e lë në shtëpi loksoze, e lë shumë mirë me fëmijët, unë do vazhdoj jetën me këtë tjetrën. Po jo zhdukje fizike, zhdukje ndarje. Ala jo, ala nuk ishte të ajo zhdukja fizike. Me që ky nuk ja doli të më lë, se ky më kishte ndjekur me lokacionin e makinës, me celularin tim që numri im ishte në emër të atij dhe më kishte kontrolluar me WhatsApp me kreta, se ka kërkuar me vite një arsye që të më lë. Po s'ka gjetur. Me që s'ka gjetur arsye, s'ka ditë se si të ndahet nga unë. Tash ky nisi me dhunë psiqike. Se ajo tjetra i ka bërë presion, tash ajo e ka lënë burrin e vet. E ka hyrë në apartamentin që e kanë marrë bashkë. Ajo veç ka pritur që të mbaroj punë ky me mua, nisi me dhunë psiqike, që unë si person kam dështu. Sa gjëja i kam nis nuk i kam qit në fund. Unë kam dështu në profesion, kam dështu me muzikën, kam dështu me këtë, kam dështu si nën. Se kur i thoja, po qa dështimi flet mor? Po ne bashkë e vendosëm që unë të bëj një pauzë me vajzën. Me vajzën e dytë është fjala, se unë edhe kur i kisha djalën, unë me punën time, me profesionin tim, vazhdova. Ky tash më qitë të mua si kur unë si njeri kam dështuar në çdo aspekt, edhe i qes fëmijët si mbrojtje të dështimit tim personal. Nuk e kuptoja botën qa po ndodh. Nga njëra anë ti thoshte këta, nga ana tjetër thoshte sa krenohem me ty, ti më ke bërë mua personi që jam, se mbas çdo burri të fortë është një femër edhe më e fortë, si një person që është bipolar. Në kohë që ai kishte ndërtuar apartament dhe vinte në shtëpi, po ndërtonte një jetë paralele, kur vinte në shtëpi ti mendon që të gjesh një arsye për të ndarë, pra të gjesh një arsye për të ndarë, këtë vështirë kuptoj. Momentin që ti e ballafaqoje, ai kishte frikë ta bënte këtë fare dhe ktheheshe komplet e kundërt, ta ulej në gjunjë, të thoshte unë të dua më shumë se, kështu që këtu ka realisht një pavendosmëri, po më shumë se pavendosmëri, këtu është pak e çuditshme sepse kalon në ekstremin tjetër. Dhe është një njeri që dhe kam përshtypjen që edhe nervat që ti nxirrte ty ishte pikërisht është pamundësia e tij për të marrë një vendim. Nëse s'po gjente arsyen, atëre si e kuptove ti që ai po arrite të mendonte një plan tjetër, që në fakt ka ndodhur në tërë historinë e botës? Unë kam tentuar 2 herë ta bëj atë. Nga dhuna psiqike aq e madhe që më qitë si nën e keqe, edhe si fillon të ai të kërkoj konflikt, unë e dija që ky e pas ka ndonjë plan. Se niste konflikte pa lidhje, pa arsye. Edhe tash i niste konfliktet para fëmijëve. Ti gjerë dikun ti mund të mbash veten edhe para fëmijëve si nën e përkushtuar, po dikun të plas filmi. Edhe për ti të ashtë shumë sa që dilte vajza nga dhoma me duar të veshët edhe thonte ju lutem mjaft, ju lutem mos bërtisni. Edhe pastaj e thote shif çfarë u bën fëmijëve, shif nuk do na prishish fëmin, ti ma ndale mua frymën, ti nuk je tamam, shif çfarë u bën fëmijëve. Kur ti si nën që emocionalisht je në ato limitet e tua, e shef fëmin tënde me duar të veshët, ti në atë moment del nga vetja, ke parasysh? Nuk e përballon dot, se e bën të në atë mënyrë aq perfekte që ti mendoje që unë e nisa problemin. Herën e parë, kur mora makinën mes natës të përplasen dikund, më tha që se ndërmjet 2 fëmijëve unë e kam pas edhe një shtatzanit dështuar. Edhe unë ende është një temë që për mua më vem ende, e di që ndodh shumë shpesh, por mua më ka prekur ende se kam përpunu atë rast. Nisi aq shumë me ofendime, edhe veç kur nisi ta trupi joti prishur është fajtor që unë bëmbeben, se ishte java kur unë e kam bëmbin. Në atë moment dola komplet nga vetja, i thash si mundesh edhe këtë
këtë gjë ta përdorish për interesin tënd, se njeri i poshtër duhet t'jesh. Edhe nisa të vërtas, e dija që ndigojnë fëmijët, por nuk ndaloja dot, se isha shumë e mbushur. Pastaj veç kam marrë qerzat e makinës, ishte vonë. Dola dhe veç desha. Edhe më vjen një bus, një autobus më vjen përballë. Edhe u drejtova autobusit, ajo e dinte pse dola. Ju drejtova autobusit, për në atë moment se kishte dritë autobusin brenda, e pash që ka plot njerëz. Dhe veç e ktheva rrugën. Thash s'kan faj këto njerëzit për situatën time. Edhe u ndalova dikund, dola jashtë, ishte dimër, mora frym. Thash o bobo qa bëra, isha duke i marrë qasa njerëz. Ndejta aty një kohë, e qetësova veten, u ktheva në shtëpi. Pastaj, në dhjetor, ai nisi edhe të më atakoj fizikisht, do me thënë për plasi, për muri, e ngriti dorën, po unë bahet nuk më ra, kur ja pashon dorën, u tremba, edhe më ndalua fryma. Edhe kur e baju që s'marrë do të fryma, veç më prekte këtë kraj, thotë, merr frym. Edhe pastaj veç e shtyva e hoqa nga vetja, erdha lart në tonë pritjes, mora frym thellë. Edhe veç thash, o sot, që ndodhi? Edhe shkoj poshtë prap, e them, qa po ban? Çfarë plani ke, që është kjo? Tha unë do ndahen, tha, ti e veç person toksik, kjo lidhje është toksike, tha unë s'duroj dot më. Këtu tha, kufirin im kam rrit. Thash, okej, valizhen e di ku e ke, paketoj sendet tua edhe do dalësh sonte. A i mbet. Thash, as nesër, as javën tjetër, thash ti sonte do dalësh nga kjo shtëpi. Tha, okej. Thash veç një lutje e kam që t'ulemi, t'u spjegojmë fëmijëve në qetësi, që me mua edhe me ty nuk funksionon më. U tha u bë, ka qenë një mega show atë natë, i ulëm fëmijët, u spjegum fëmijëve që mami edhe babi nuk po komunikimi mes nesh nuk funksionon më. Djali ka 12 vjet, me djalin flas shumë hapur. Edhe djali mua një muj para, kur e pa që atë momenti kur tha për beben, fëmijët nuk e ndigjuan pse, po e pan që dola jashtë kontrolle. Edhe e di që natë mbrëmje, kur e qita djalin më vonë në gjumë, thot, mami, qa ke? Tha, nuk je mirë, mami. Po, zemre mami, tash, kjo luft që jam duke e bërë, tash më duket se nuk do t'ja dalj. Edhe veç më drejtojt, tha, mami, a dishka, mos prica me t'lona e ty. Ti du t'me lonë. Tha, unë kam nevoj për një mami të fort, ajo një mami që është me babin bashkë. Pastaj kur ulëm, kur nisëm t'ja spjegojmë fëmijëve, djali e dinte me njerë, veç më pa mua në sy, edhe ma bën me kokë, kështu që është në rregull. Pastaj ai, im shoq, jo djali, o Dalina, ka nis të qaj. I dilni një jarkë nga goja, u shtrin tokë. Thotë, më falni që si mbaj do të premtimet, më drejtohesh te mua. Më fal se edhe vetë u tremba qa bëra mbrëm. Më falni, veç qante për ti se u luriste dhe thotë, më falni. Sa i priste ta ndaloj që mos dal nga shtëpia. E veç i thash, do ndim për t'i bërë gati valigjet, apo do i bësh vetë. Shkoj me djalin bashkë, i bëri gati valigjet, dol nga shtëpia. Po këto 5 muaj që ai nuk ishte më në shtëpi, rregullisht vinte, çante, kërkonte të kthehet, unë tytua. Më fal, jetonte me atë ndërkohë? Jo, se tash kur i zbulova kreta, unë i zbulova çka ka qenë arsyeja e gjithë atij mllefit që po shprazeshte tek unë. Ndërkohë, para 6 muajve, ajo vajza me që ky si a doli të më lër mua, e ka lënë ajo, edhe e ka zavendësu para 6 muajve. Momentin që ajo e ka zavendësu me dikë tjetër, se ajo tash me apartamente, me makinë luksoze, ajo i veç i morë në emër të vetë, edhe inshallah halal i katë, ma kishte marrë edhe legenin mirë kishte bërë, po nese. Kështu që gjithat mlefin që ajo e ka zavendësu këtë, tash nga këndvështrimi i narsisistit, isha unë fajtoria që ajo e humbi atë. Do me thënë, gjitha ti natën e ka qitë të unë e ka shpras. Edhe para 5 javë ndërko, unë e kisha përshkuar në Marrakesh, kisha një retreat që kisha rezervuar para 2 viteve.
2 net para, ajo ma takon fizikisht, ama jo vetëm për plas për muri, po shkoj disa hapa mandej. Mbasi ndodhi kjo pjesa po e them qura vitjes së ti, atë natë më vonë? Po, 5 muaj mbrapa, se ajo u kthye prap në shtëpi. U kthye me një mega show, ul në gjunjë, unë do kujdesem më shumë për ty, unë do merrem më shumë me fëmijë, kam realizuar që e kam tepruar, thash. Okej. Mirë, po në momentin se nuk rrinte në shtëpi, edhe unë e kritikoja, nuk më përshtatesh, i thoja përse më ktheve? Të lutem shko te apartamenti që e kishe, vazhdo jetën tënde, kështu s'ke nevojë të kthehesh. E thoshte, jo, mua s'm qet asnjë më nga shtëpia ime. Nëse s'përshtatet dil ti. Ishte versioni i ri tash. Edhe më takoj fizikisht, domethënë aty e kaloj kufirin që veç e kishte kalu. E në atë moment unë për vete vendosa, thash okej, tash u bë boll. Shkova në Marrakesh një javë, unë veç nisa të kërkoj apartament, thash do i marr fëmijë, do e filloj jetën nga zero, as nuk ja dua lekët, as gjë fare. Kur kthehem unë, ula dhe thash shiko, thash mes meje dhe teje, thash nuk funksionon. Thash ti rrugën tënde, unë rrugën time. Thash kjo lidhje për mua kështu siç është, nuk funksionon ma. Thash jam lodhur, shpirtit e maja undës më ka ardhur, nuk mundem ma. Thash unë kam një përgjegjësi më të madhe se martesa jonë. Ajo janë fëmijët e mi, fëmijët tonë në fakt. Nuk e toleroj që fëmijët tonë të rriten me këtë frymë. Më mirë me prindrit e ndarë se sa kështu. 2 ditë më vonë ai do shkote për në Olqin. Edhe më thret motra mua, isha me motrën time në telefon edhe thot, ndigjo, ky burri jot e ka një diçka. Këtu diçka nuk është si duhet. Çoja dikë për mas, sa ai ka një femër tjetër garant. Edhe i them motrës, ndigjo, tash as se kam ndërmend ta lodh trurin fare në drejtim. Tash pse ta stresoj unë veten ti bëj kontroll aty. Nëse ka diçka, Zoti është i madh. Do e vi dita do dal në dritë. Për momentin, unë për vete do kërkoj apartament, do vazhdo jetën time, a i le të bëj çfarë don. Të nesërmen, edhe kjo është ironia e gjithë kësaj, se unë prej momenti që më takoj ajo para se shkoj në Marrakesh, beson dalin çdo mbrëmje, qan janë shtrat, edhe me zë thoja o Zoti i madh, veç qilmi syt tash të vërtetën, jam e gatshme, çfarë do që tjetë jam e gatshme ta di. Tash në momentin që ajo iku në Olqin, unë kërkoj apartament, që dal, ti marrë fëmijë, dal nga këtu. Ule mund të kompjuteri im, punoj programin tim dhe dua të printoj diçka. Por në momentin që desha të printoj, e pash që printeri nuk ishte i lidhur, mos ishte me velan. E fshiva fare nga sistemi, thash ta instaloj edhe një herë, nuk e gjeja dot në rrjetin e internetit, edhe shkova aty te Microsoft Help. Edhe në ato mapin që mu qel, lart anash e shoh profilin e tim shoqi, me fotografi. Do me thënë emailin e ati. Edhe veç e shoh, thash, pse kënë te kompjuteri im? Që është kjo? Edhe veç e klikoj aty unë, edhe po më qilet Outlook i ati, emailat e ati. Ti solli Zoti, do me thënë. E në atë moment veç e ngrita duart, edhe unë me atë drejtësin time enorme që e kam, veç ja bëj vetit me zë. Hej, nuk mund t'i kontrollosh do të ti emailat e dikuj tjetër. Së është gjë që nuk bën. Edhe pastaj veç ja bëj vetes. Budalla që ka 2 vjet që po e kalon ferrin për zgjalli. Futja një kontroll tash këtu me që dolen. Edhe unë veç shkoj aty te search, edhe e shkroj ta Loçk. E mban mend atë mesazhin që ta tregova më parë? Mesazhin e parë, po. Mesazhin nga Boma Gocës. Që s'mpritet nesër Loçk, po. Kur e shkroj ta Loçk, unë tash e prisja emrin e kësaj të funditës që të ndale. Sa loçka ishin? Ishin disa loçka tjera. Një që u shokova nga loçka tjera, po edhe aq më i madh u shokova nga fakti kur e pash vitin kur emaili është shkruar. Ishte viti 2015. Dhe sa viti kishit martuar ju? Ne jemi martuar në vitin 2006, 7. Dhe më thënë jemi bashkë nga viti 2004, e njo. 2004-2005 jemi bashkuar. Dhe më thënë 2015 është para 10 vjetëve, se Outlook i arkivon emailat veç për 10 vjetë këtu në Zvicër. Ishin të arkivuara për 10 vjetë. 10 vjetë rreth. Disa mesazhe. Aq sa 10 vjetë si pas Outlookut. Si pas Outlookut, po kjo e loçka e parë që më dol,
Ishte po ajo vajza që e takuam ne që tha kam qenë bashkë në shkollë me atë. Do më thënë ishte emri asaj vajza që ky e ka pas para meje. Atë moment ishe aq e shokuar, se thash, o zot, 10 vjet, kur e pash emrin e asaj, thash, po ky 20 vjet garant, thash, edhe atëherë si reagoj nuk ishte normal. Jam kurioze, këto ishin, ky fliste me email me gjithë vajza, gjithë kohës, apo ishit rastësore, Po, me një email, apo dy? Apo ishin komunikime të gjata? Email i kishte këto që janë të martuara, që komunikonin gjatë punës. Që kanë telefon, celular të veten, atë më mirë mos e di unë ngrata. Po, që ka lodhur një moment, e bë një pushim. Ndërkohë ai më thret mua, e veç ja bëj vetes, stop, tash do t'jesh më e mençur. E qetësova njerë vetën, se më dritheshte gjithë trupi, ke parasysh isha në shok total, se të realizosh që gjysma jetës tënde ka qenë gënjeshtër, ishte Imagjinoj zemër, është... Edhe nuk ishte vetëm një nga ato loçkat. Ula praku para kompjuterit, e marrë celularin me krejt mesazhet që im shoqmi ka shkruar mua. I kisha gjenë 2017 të regjistruara, në celular timin. E qelun Outlook edhe e gjel kalendarin e ati, ku i ka regjistru të takimet, se ky profesionistja dhe me kalendari kishte regjistru. Edhe më thot motra, pse ja bën vetës gjithë këtë tortur? Atë që deshe ta shofish e pa e. Pse? Thash jo. Thash dua dhimbjen maksimum ta ndjej, që as edhe një sekond sa t'jem gjallë, mos më shkoj mendja ta kthej kokën nga i person prap. Thash dua ta di me detaje çfarë ju ka shkruar atyre, ku kam qenë unë, çfarë ka shkruar mua. Ku janë takuar? Dalina, dimenzionet e kësaj tradhtie e të i kalojnë çdo normë njerëzore. Shiko, jam kurioze, kur i lexoj atë ditë, çfarë ndjeje? Si kur je përdhunu 20 vjet rresht, po ke qenë në ndikim të medikamenteve, që ti e shef çfarë po ndodh, po nuk e realizon dot, ma merr mendja që nëse dikush që është përdhunu fizikisht, nuk besoj që ka shumë dallim ndjenja aty. Edhe atë javën e parë, mbasi i zbulova krejt këto, kam shku te familja ime, ose kam qajtur, ose kam vjell, se veç kur kujtoheshte që ne kemi pas një intimitet të shëndosh, në momente që ajo është kthy nga takimi me ato, veç më vinte të vjell. Ishte ndjenjë rënd, për atë krejt këtë rasti nuk e shija si fajtimin, edhe pse jam person që përhere kërkoj fajin të vetja, por kur e realizova që ky nga dita që jemi njohur, e ka shit një rol të një personi që nuk është. Qa mendon ti? A ka pas dhe njërë dashuri për ty? Unë mendoj që problemi kryesor është që ai asnjëherë s'ka pas dashuri ndaj vetvetes, pikë pari. Ai mua s'm ka tradhtu, ai s'm tradhton dot mua, ai e ka tradhtu vetveten. Ti the familja e ti që ishte më konservatore, ose ndoshta ky oda burrave, se oda burrave nuk dua të përcaktoj, se ka shumë thashe theme për burrat e Kosovës, por s'dua ta bëj këtë, se ka burrat e Shqipërisë të... Më mirë s'kima, ndej se i di shumë histori të suedisa, kujtun, po mendoj ndonjëherë që krijohet dhe një lloj mjedisi që këto e quajnë gati normale tradhtin. Pra të shkosh me gratë të tjera, normalizohet brenda odës së burrave. Unë të kjo familje kam marrë vesh histori, tradhtie që m'janë dukur aq të pabesueshme, që brenda familjes vllai, nusen e vllait e ka edhe drejt të them çuditesha se si burri im është zhvilluar këtë familje kaq në rregull. Atë që burri im është legeni numër 1 në gjithë këtë rreth, as nëndër se kisha parë, se kisha menduar asnjëherë në atë nivel. Kush e kanë dëgjuar rrethi im familjar? Shoku veti ngusht, ende nuk beson. Më thoshte mua se besoj, gjeshta ja tregova mesazhet, thash hey, thash unë s'kam nevojë gënjej për tim shoq. Thoshte hey, unë gruan time e kisha lënë shtrat me atë njeri dhe s'kisha besu që do ta prek me dorë. Aq që i kam besu që është njeri i moralshëm. Sa ju nuk e ka luajtur rolin veç para meje, po e ka pas si personazhe paralel. Tani ju jeni në proces divorci, pra historia mbaroi. Në atë moment që i lexova mesazhet unë gjë në fund, gjëja e parë që e bora, para se ta ballafaqoj tim shoq me këto gjëra, e hoqa unazën martësore. Aty ishte momenti që unë e dija jo 100, po 1000% që unë edhe ai këtu kemi përfundu me njëri tjetrin. Ajo është veç babai i fëmijëve të mi. Kjo është arsyeja pse desha të jem anonim.
se legen pa legen është edhe mbetet baba i fëmijëve të mi. Çështja është që Mimoza nuk ka kaluar tradhti, po ka kaluar një kalvar të gjatë të Jo, abuzimeve që i ka ndodhur, mashtrimeve shumë të mëdha. Shiko, kjo pjesë fakti që ka pas lidhje me femra tjera. Ndoshta edhe e kisha falur, domethënë jo që të kthehem bashkë me atë person, po gjert dikund e kisha pas kuptim që është një nevojë fizike që ai si ka mjaftu veç një person ta ketë gruan e vet, po është ai tip, tash e di, u ndam, mbaroi puna. Po tortura psiqike që ma ka bërë mua, edhe fëmijëve të mi, ajo është pjesa që nuk falet. Ajo është për mua pjesa që më mundon më shumëti, se si ka mundur ai duke e ditur, kishte mundur të ndahet, edhe ja dhash mundësinë. Moza, financiarisht ai rinte pa ty, se bëj gjithmonë këtë pyetje për shumë e rëndësishme. Financiarisht ai pa ty, ishte okay? Po, se unë mundova ta bëj sa më të suksesshëm, domethënë im shoq ndërkohë është një multimilioner, por ne kemi pasurinë martesore të përbashkët. Ke parasysh se nuk kemi as kontratë, as nuk i ka pas para martesës, as gjë. E ke mbas martese 50-50. Domethënë që puna e divorcit, pse s'është ndarë ai me kohë, ka të bëjë edhe me anën financiare, se duhet në Zvicër është ligji gjysmë kur nuk ke kontratë. Domethënë është një humbje shumë e madhe për një person që e identifikon veten veç me atë materializmin që e ka formu. Se unë jam coach mental me profesion. Domethënë kam profesion tjetër, po në vitet e fundit që jam marrë me terapia që mundosha ta shëndosh veten unë. Ne i quajmë kështu trajnere veç zhvillimi, atë që po bën ti. Po për zhvillim personal. Për eri kam thënë që ai duhet ta forcoj vetbesimin. Që si mund ta mbrish ti gjithë këtë sukses që e ke mbri, edhe mos kesh vetbesim, ti duhet të krenohesh me veten. Po kur të rritesh një shtëpi aq të madhe, Alina, si janë rritur këto, atë masën e dashurisë që ti nga vetë natyra e ke nevojë ta kesh si individ, nuk e ke marrë. Ti je në një shtëpi me 57 antar. Ke parasysh që humb komplet si individ. Si sillet gjatë procesit të divorcit? Sikur unë e kam tradhtuar. Para 2 ditësh për shembull, e pash makinën e tij, se janë një numrat e makinës, e shoh, më vjen edhe si qëlloi rasti që u ndesen semafori, edhe makina e tij u ndalua paralel me mua, por në drejtim tjetër shkonte. Edhe e ktheu në kokën tash me pritshmërinë që do e shoh legenin, ke parasysh? Kur e shoh unë një nga loçka që ala nuk e njeh. Pa jo pa mua, aq e shokuar, që e dinte shumë mirë se kush jam. Edhe unë veç e shoh kështu e habitur, ama pak me një qeshur, se thash, o zot, po kjo kush është tash? Edhe veç qesha dhe vazhdova rrugën. Tash ajo s'ka kufi, tash e shijon lirin që e ka fitu, që e ka prit me vite. Unë besoj që ai lirin e ka pasur, përderisa ka pasur gjithë histori gjithë kohës, edhe qoftë kur ka qenë i qetë me ty, në ditë me diell edhe në ditë me shi, edhe kur krijonte fortunat, edhe mbas ndarjes, kam përshtypjen që kjo do të jetë një pattern, një lloj zakoni që me ty apo aty ai do ta bëj. Unë për mendimin tim je shumë e fat që po ndahesh, do ta thoja personal. Shumë e di që fëmijët janë në mes dhe unë jam prind vet, po përpos faktit që ai që nga një tradhtar serial, edhe do ta vazhdonte ta bënte derisa s'do mundej më. Edhe ndoshta kjo pastaj vlen për të diskutuar a ka lidhje me ty personalisht apo jo, gjë tjetër. Por nga ana tjetër, kjo tradhtia shoqëroi dhe një frustrim të jashtëzakonshëm që ta shkarkonte ty. Në momentin kur ti fillove të qaje këtu dhe unë jam në studio bashkë me Jonë, po të dëgjonim që ti 2 herë ke dashur të vrasësh veten dhe për çfarë? Ke tradhuar ti jo. A ke ndenjur ti ke shërbyer fëmijëve tu si nën po? A ke qenë një grua besnike po? A i kujdesu për shpinë dhe për bizneset i e zonja po. Dhe në një moment të caktuar tjetës tënde duke mos bërë absolutisht asgjë, por vetëm frustrimet e ti, nga frustrimet e ti të vrasësh ti vetëm, për mua kjo është too much. Aty duhet ishte mbyllja në një lloj mënyre, po patjetër që secili ka procesin e vet. Kështu që ti tashmë unë besoj që je në rrugë të mbar dhe do doja të ishe në këtë rrugë, sepse në 20 vjet zakon edhe mbas martese dhe plus të ekstremet e quravitjeve të ti për të kthyer dhe pastaj dhunës psikologjike, fizike, etj, është si thua që në lloj mënyre ke shpëtuar nga ai. Është e gjithë ajo
që dhe unë do thoja, po nuk e di në cilën pikë ndodhet tani mimoza. Me sa kuptova unë i ka dhënë dhe një farë mënyrë kuptim tradhtis, se kjo është procesi që ndiqet zakonisht, por dua ta di pak nga ajo. Ka qenë proces shumë i gjatë. Po. Gjithë kjo tortura psiqike, up and down që kanë shku, gjithmonë i kanë dhënë forcë vetes, si me punën që e bëj. Jam edhe nga vetë natyra një person që rrëzohet, ngrihet prapë. Mirë po, ai momenti kur i pata faktet para vetes, ka qenë si ai momenti kur ti e fiton qartësin. Shiko, unë kam çuar tim shoqën për terapia se mendoja që ka burnout, ka depresion, ka ngarkesë tepërt në biznes. I kërkoja tash ndihmën atij, pse është ai në këtë situatë siç është? Pse është kaq i mlefosur, kaq me nerva? Kërkoja unë arsye si t'i ndihmoj atij. Me atë ngarkesën time, prap kërkoja si t'i ndihmoj atij. Flisja me babin e atij, me motrën e atij. Çanja për atë. Ke pasur dhe një besim të verbër, sepse ke rënë në kontakt her pas here me momentet. Shumë të verbër. Po, patjetër që po. E në atë moment që i pash gjitha ato fakte, ishte një ngarkesë e madhe nga supet e mia që asgjë tjetër s'qënka, po kjo. Po kur arrijen në momentet caktuara të kuptoje që ai vërtet po e bënte, çfarë ndodhte me ty? E bindje veten që nuk është e vërtet apo? Kur ne nuk e besojmë intuitën tonë. Që intuita po vërtet nga brenda, o zgjohu më në fund, zgjohu, je çorra po çfarë ke. E kuptoj, pra ti ti thotë jo se ky në intimitet funksionon. Se ky ose ishte shumë i mirë ose ishte shumë idiot. Që ti një moment e kishe këtë, një moment këtë, edhe zgje nga të mbaje, është tash idioti apo është ky i miri? Kjo quhet edhe projektimi i nevojave dhe dëshirave tona tek partneri. Pra ne ja veshim cilësitë që në të vërtetë mund mos i ketë. Dhe me nevojat që kërkojmë t'i plotësojmë te ky partner, mund të ketë ndodhur dhe kjo tek ty. Po. Patjetër që po, edhe kjo ka ndodhur. Ka ndodhur shumë, 20 vjet, unë tash veç disa raste e mora kështu që i ceka, se unë para 15 vjetësh kam hikur për herë të parë nga hy, kam dash ndahem, domethënë para se të kem fëmijë. Njëri jam darë, kam shkuar te familja ime, ka ardhur, është qërrosur, ka shajtur para babit tim, është ulur në 2 gjunjt. Herën e dytë kur kam ikur nga hy, djalin e kam pas 6 muajsh, domethënë para 11 vjet e gjysmë. Arsye ndarjes nga çfarë ka qenë? Arsye ndarjes kanë qenë gënjeshtrat, po jo në lidhje me një femër, po në lidhje me gjëra tjera që i ka bërë mbas shpinës time. Janë ca lloj gënjeshtra që mua më duket edhe më të ulta. Femra është sikur është e pranuar universalisht për meshkujt që mund të ketë një tradhti dhe gënjen. Po pastaj këto gënjeshtrat e tjera, këto tamam të mbrapa krave që të bëhen në një lidhje çifti, unë personalisht i kam ato më acarojnë më shumë. Fshehje parash ose vjedhje brenda familjes. Janë ca gjëra që mua më duken shumë të ndyra. Dhe qofse ato vjen re që në fillim siç e vuri re, fatkeqësisht dhe nuk i pa, po nga ana tjetër i e bekuar me 2 fëmijë nga kjo lidhje që çdo gjë ka dhe një të mirë. Çdo gjë ka arsyen e vet, se thoja pse dita ka gjatë, po sikur mos kisha pritur se djali ma shtret pyetjen para një jave, ma shtret djali një pyetjen, tha mami bën të pyes diçka? Thash po patjetër që po. Tha sikur ta kishe takuar versionin tënd 15 vjeçar. Çfarë do i kishe sugjeruar ta bëj ndryshe? Tash djali im është shumë tip emocional. Djali yt është më i mençur se i ati, me qira fjala. Edhe e shoh tash ndjegjo me mamin. Do isha drejtuar, edhe do i kisha thënë, bëj kreta njëjt siç i ke bërë Xher në vitin 2019. Edhe më sheh thot, "Ha, pse mami?" Thash se në 2019 lindi motra jote. Thash domethënë unë gjithë këtë ngarkesë, gjithë këtë mlef, do e kisha marrë prapë mbi supet e mia, veç që të kem ty edhe motrën tënde. Unë si nën të kuptoj. Se jeni një dhuratë që është shumë më shumë e vlefshme se kjo dhimbje që e kam kalu, edhe veç më përqafoj shumë fort edhe se komentoj ma. Po nga ana tjetër, sikur sa gjëra të zgjidheshin më herët, bashkë me fëmijët në krah. Është ajo pjesa pasaj për të cilën jo vetëm ti, po të gjithë ne duhet punojmë, se pse falim, pse kur e shohim që na gënjeni besojmë, pse kthehemi, pse durojmë dhe këtë dhumë psikologjike, pse durojmë na poshtrojnë. Pse mbasi ai të thotë ty që ti edhe trupin e ke të prishur që është shumë e rëndë, prap mund t'i japësh një shans. Kështu që mes paraleles që Zoti na bekoi me fëmijë, është edhe pjesa tjetër që ne, siç edhe ti po punon me vete, se je vetë edhe trajnere vetë zhvillimi,
për cilën e ndoshta edhe nëpërmjet programit apo kësaj epoke të re që mundohemi të paktën vajzat ta kuptojnë çik më herët ose të marrin vendime më të forta sepse ca shenja, siç e the vet, sepse e ti që ma kujtove dhe the, ca shenja kur duken edhe të lëm plak të rënda. Vetë vlerësimi është një gjë që ne shumë herët ose e kemi ose nuk e kemi në një mas. Nëse ti e rrit vajzës time, nëse i thot vajzës time i ka 6 vjetë sot, nëse i thot, sa bukuroshe je, ajo të kthehet me atë shikimin dinak, ama në sekond, kthehet, po ama unë jam edhe e mençur. Me dje, asnjë nën, asnjë baba nuk e dëmton fëmin e vet, ta edukoj keq. Po aq sa dim, aq bëjmë. Moza, Mirë, për ti të qenë nën, a ke menduar çfarë do bëhet me ty si grua? Ke menduar kush je ti si grua, edhe qoftë edhe në tregun e romancës? Mbas 20 vjet rafti, sa i përket kësaj anës tregu i romancës, për mua një herë për një herë nuk është temë se nuk ma merr mendja ti fal besimin dikujt tjetër me këtë përjetim që e kam bërë. Për momentin. Je në fazën e neveris tash më duket, se është një fazë mbas divorcit që është faza neveris nga burrat. Po, për momentin e ke parasysh që kur do drejtohet një burr, sikur edhe bukuroshi më i madh, më i mençur, më i bukur, më i miri të jetë, ti veç i thotë, "Nuk do të sa më lart." Po. Jam në atë fazë. Do i përkushtohem atyre synimeve të mia që i kam pas para vitesh. Do i përkushtohem muzikës. Veç kam nisë të kthehem, jam kthy prap, po do i përkushtohem si Tani ti e the vetë je me pseudonim dhe nuk themi dot më shumë detaje, po ke goditur në muzikë. Realisht, duke se thjesht je futur edhe ke provuar, po ke goditur diku në muzikë, po s'themi më shumë detaje se të respektojmë historinë tënde. Do i kthehem muzikës, po jo me atë synim që të bëj emër, po veç se unë i shkruaj tekstet e mia gjithmonë vetë, gjithmonë i kam shkruar, edhe për mua më e rëndësishmja në një këngë është përmbajtja, çfarë mesazhi jep ajo kënga. Edhe do mundohem që mesazhet e vetë vlerësimit, sidomos kjo intuita e femrës, forca e femrës, ato mesazhe t'i jap. Sa do pak njerëz që ti mbri është okej, dy femra le ta ndëgjojnë, le ta ndjejnë veten se sa të forta janë. Mimoza, unë me ty mund të flisja për jetë, se u kënaqja shumë, sepse je dhe shumë artikuluar, edhe do kisha dëshirë të takoja sepse thash ke lënë, të paktën në kohë kur ke qenë në muzikë, ka qenë një hit që unë vdisja, edhe kisha shumë qejf. E ke njohur ti? Po si jo, patjetër, po të them më shumë detaje tash se kam hallin tënd, jo time, se unë tregoj. Unë kam qenë në showbiz e the, po. Do të Tiranë, do të takoj ty. Jo, patjetër, po e dim të tërë neve në Shqipëri atë këngë. Lëre tash. Mua më vjen shumë mirë që je në proces, je në mbyllje, ka mbaruar, i ke dhënë fund. Dhe fëmijët që janë pro gjës edhe të mbështesin, është një gjë shumë e rëndësishme dhe kjo, që ke financa dhe ke mundësi ekonomike është po aq e rëndësishme, që ke disa prioritete që është shumë e rëndësishme edhe ajo, se dhe Jona në bisedën me telefonuesen e parë i përmendi dhe tha, shiko, ti ke ca prioritete të tjera, nuk është vetëm burri, dhe sa më ngushtë të bëhet prioriteti burri dhe të shtohet, si thua, shkeku i prioriteteve, do të është më e lehtë bëhet e vështirë, por pra më e lehtë bëhet ndarja dhe më e mundur bëhet ndarja dhe më e mundur bëhet paqja me veten. Dhe kjo është shumë e rëndësishme, nga këto histori të mësojnë dhe femra të tjera që mos jenë zgjatime. Burra është martese, por ja të bëjnë këto gjëra, të merren me veten. Unë të falenderoj shumë për telefonatë, kur t'ishtë në Tiranë, na telefono, dhe të uroj më të mirat, faleminderit. Ju përshëndes edhe kompliment për podcastin. I kam dëgjuar tash disa podcaste që i ke bërë, janë fenomenale. Faleminderit. Ju përshëndes. Do dëgjosh dhe këtë duke ecur nëpër Zvicër. Po, e dëgjoj shumë, Po, e kemi dhe në Spotify, kështu që ndiqe dhe shijoje në makinë. Po, faleminderit. Faleminderit. Thuaj edhe zoçkave të ish burrit ta dëgjojnë, se ndoshta edhe ato mund të hapen syt. Ndoshta. Loçkave. Faleminderit. Një histori shumë e gjallë, shumë intensive, një film realisht, kur thonë që është ajo shpreha e famshme, arti imiton jetën dhe jo jeta artin. Ishte një kronikë e vdekjes paralajmëruar që në fillim. Megjithatë, para se të kalojmë në pjesën e dytë të programit, surprizë për juve, pas pak, pse më duket mua sikur ne i falim më shumë burrat kur tradhojnë?
Jo, më duket, më falen, futa kod, më duket. Do të bëhesha kështu si shumë artikuluar. Pse falen kaq shumë? Më shumë burrat kur tradhojnë. Është e vërtetë ajo që neve tradhojmë me ndjesi ato me trup, domethënë kjo shprehja që kem dëgjuar që gjimnas. Po ka një ndryshim të tradhtisë maskullore edhe feminile. Paktën kjo tradhtia feminile është një proces që mund të thuhet pak revolucionar, proces ndryshues komplet në çdo dimension, kurse asaj maskile është një dimension që njihet nga natyra, që do thotë vetëm tërheqje seksuale, vetëm tërheqje trupore, duke qenë se ajo e gruas përveç këtij ndryshimi është edhe pak gruaja shihet paktën në kulturë si mbajtëse e moralit dhe kur ndodh një tradhti do thotë që, më thënë, ka humbur ajo që ai është vënë si rol. Dhe kjo prek jo vetëm gruan, po prek edhe burrin që më pas gjykohet edhe ai vet kur ndodh një fenomen i tillë. Pra është më e rëndë në sytë e njerëzve kur ndodh në rastin e femrave ose të grave. Për këtë arsye dhe gjykohet më shumë, edhe falet më pak se ajo në rastin e burrave. Mendoj që edhe gratë mund të kenë vetëm tradhti fizike? Nëse bëhet për arsye hakmarrje, po. Një nga arsyet e tradhtisë është edhe ajo që bëhet për hakmarrje. Për shembull, tradhton partneri, tradhtoj edhe unë që ai të përjetoj të njëjtën dhimbje, siç ma la mua. Në këtë rast mund të bëhet vetëm trupore. Por në rastet e tjera është më shumë përfshirë sepse ka një mungesë të theksuar të nevojave emocionale, siç edhe kemi folur dhe të tjera, që e shtyn dikë të hidhet tek një person tjetër që ja ofron këto. Shiko, një pyetje duke dëgjuar edhe burrat e dy historive të para. Njëri që tha nuk e di pse tradhova dhe tjetri që qante, përgjëroi dhe refuzonte. Është një shprehje italiane që e qeshin burra mes veti që thotë gruas thuaj vetëm jo. Deri në fund. Thuaj no, edhe refuzo kur kapesh në tradhti. Që mos ketë, mos të krye bindjen apo. Po, të krye bindjen thuaj jo. Tani, duke qenë se kjo tradhtia e burrave është diçka që njihet, nuk ndodhet të gjithë, dhe realisht po të flasësh ka meshkuj që nuk tradhtojnë, që mund të bëjnë të fundit para ose mbas martesës, por në martesë nuk tradhtojnë. Pse këta burra dhe shumë burra e kanë kaq të nevojshme ta mohojnë kaq shumë? Çfarë frikë kanë që të humbin burrat, kur në fakt nuk humbin? Historia tregon që s'ka humbur dhe gjë të madhe. Kur e kanë thënë. Po, frikrat mund të lidhen dhe me ato që janë mësuar të marrin nga partnerja, sigurinë që ofron, familjen, imazhin social, të gjitha këto do të humben nëse, me thonë, merret vesh ose gjëja bëhet. E kanë humbur të vërtet burrat se gratë i kanë falur. Ne dëgjojmë këtu që i kanë falur, po ka dhe raste që i kanë humbur me të vërtet. Pasi arrin dhe limite. Limite të tipit durohen her pas here këto tradhti ose këto mungesa të respektit ose të besimit, sepse tradhtia këtë ka në thelb që thyen besimin. Pjesa tjetër më pas mund të jetë e lidhur me abuzim apo me çrregullime të caktuara. Por momentin që ballafaqohet me këto situata të thyerjeve mes çiftit dhe ndodhin shpesh, normalisht që kemi dhe raste që refuzojnë totalisht nga familja më pas. Pra aneksohen edhe nga fëmijët, edhe nga gruaja, ish-gruaja ose partnerja, dhe normalisht izolohen. Në kemi dhe raste të tilla. Në eksperiencën tënde apo të kolegëve të tu, këta njerëz që marrin një histori shumë të gjatë paralele, se kuptoj që ka tradhti që mund të zgjasin pak muaj dhe mund prishet martesa, mund zgjat disa muaj, pastaj e mbyll edhe nuk e merr vesh asnjë vazhdon jeta, ose merret vesh, nuk ka rëndësi. Ka shumë njerëz që mbajnë një marrëdhënie, do të thënë gati 2 jetë. Çfarë ndodh te këta që kanë jetë dyfisht? Madje ka edhe histori të cilat unë madje kam bërë dhe një shakatë Love Like Tirana, bazuar në histori të vërtet, që mbajnë edhe të dashurën jetojnë me nënën, me maman, ose i mbajnë një shtëpi, dhe ndërkohë mbajnë edhe për çfarë publike thua për sekrete. Ore publike fare jeton me tjemën. Ka pasur raste. Edhe tek femra, se s'duhet të merren vetëm me meshkujt, po çfarë ndodh tek këta njerëz që mbajnë 2 jetë paralele? Po jetë tamam. Arsye kryesore pse dikush zhvillon një jetë tjetër paralele kur e di që mund ta përfundojë njërin të vazhdojë tjetrën më i lehtësuar, mund të ndodhe për shkak të atij fluksit të adrenalinës që merret në një marrëdhënie paralele, pra bëhet në mënyrë sekrete që ata të ndihen më të përfshirë emocionalisht, seksualisht në marrëdhënien që kanë.
Pra kjo është një burim shumë i fuqishëm, psikologjik, emocional, që i lejon ata ta vazhdojnë marrëdhënien që kanë. Por kemi edhe dinamika të tjera, domethënë që ne duhet të jemi shumë specifik për çfarë konteksti bëhet fjalë. Kemi edhe raste të çrregullimeve të personalitetit, të cilat zhvillojnë ose kalojnë më pas në pjesën e tradhtive. Çfarë çrregullimesh? Po kemi çrregullimin e personalitetit narcistik. Që zhvillohet sepse ky, siç e kemi folur edhe në episod, ka nevoja që të tregoj vetes, t'i konfirmoj vetes, po t'i tregoj edhe botës se sa grandioz është, sa e pëlqyeshëm, sa konfirmime merr. Jo, për një marrëdhënie të gjatë vetme. Pra një monogam këtej dhe monogam këtej paralel. Jo këto që kanë disa marrëdhënie gjatë gjithë kohës, siç ishte edhe rasti këtij. Po këto më habisin mua, që i mbajnë për një kohë shumë të gjatë dhe nuk japin dumë, përveç rasteve për çështje pasurie nuk dajnë gruan e kështu se ka shumë edhe këtu njerëz të pasur që kanë bërë këtë. Po këto më kanë habitur gjithmonë mua. Patjetër që kanë gjëra të paszgjidhura me veten, po mund përveç asaj që tham në fillim, pra adrenalinës që përjetohet për ta mbajtur lidhjen në sekrete, mund të jetë edhe fakti që kanë nevojë për konfirmime të vazhdueshme, konfirmime që merren, domethënë nga të dyja palët. Domethënë kanë më shumë zona vëmendje, më shumë zona për të ndjerë mirë me ato që ata reflektojnë në secilën marrëdhënie, qoftë familjare apo të tjetrën me një partner apo dy familje, siç mund të thuash. Pra kanë më shumë vende ku riskojnë më pak të ngelen vetëm. Pra janë arsye të ndryshme në varësi të personit dhe kontekstit. Tradhtia është provuar që lëndon, njerëzit lëndojnë shumë. Po. A je njëri i keq kur tradhton? Ideja është që liria jote mbaron aty ku fillon liria ime, ti nuk je i lirë të bësh diçka që më lëndon mua. Pra në këtë rast ti ke lënduar tjetrin, kështu që Po, siç edhe prekëm pak, pjesa e tradhtisë nuk është se parashikohet. Dikush e mendon që unë do të tradhtoj. Po. Ajo ndodh në situata të caktuar në bazë të nevojave që ne kemi. Dhe aty e kuptojmë. Dhe siç edhe prapë prekëm, një person që tradhton mund të zhvillojë traumë në vetvete, sepse e ka kapur veten e tij në një situatë që nuk e kishte menduar kurrë, ose ndoshta edhe ka thënë që nuk do ta bënte asnjëherë. Dhe kjo bie ndesh me atë veten e tij që zbuloi duke e bërë këtë akt. Kështu që absolutisht krijon edhe kjo një lloj trondi themelet kur e kryen. Kështu që nuk e bën domosdoshmërisht një person të keq, por nëse është i vetëdijshëm për aktin që po bën dhe di lëndimin që shkakton, se sidoqoftë tradhtia është lëndim, edhe kjo është e vërtetuar dhe në shkencë, që përjetohet njësoj si dhimbje fizike, kur një partner e kupton që është tradhtuar. Nëse kjo gjë vijohet me vetdije të plot që unë i shkaktoj dëm partnerit tim, patjetër që edhe të bën njëri të keq. Po kur partneri e di apo të bën paq të keq kur partneri nuk e di dhe ti? Në të dyja rastet. Nëse ti e vetdijshëm që do i shkaktosh një dhimbje, gjithmonë e vetdijshme. Domethënë sepse një shumë e madhe arsyeve janë të pavetdijshme, siç po flisnim pak më herët edhe për çrregullimet. Domethënë aty është çrregullimi që kryen rolin ose është aktori kryesor i tradhtisë, pa justifikuar, por është e tillë. Dhe pse është e rëndësishme të njohim arsyet është pikërisht për këtë, të kuptojmë që tradhtia ndodh jo kundër nesh, po ndodh sepse ky person ka probleme të tij ose çështje të tij, jo domosdoshmërisht çrregullimet. Nuk ka të gjithë çrregullime personaliteti, po tradhtia është në masë. Jo gjithmonë janë të lidhura me çrregullimet ose problemet, po janë edhe nevojat që na shtyn. Kuptoj, po kur thua ti që duhet të jetë është i vetëdijshëm që tradhton. Kjo dihet që i vetëdijshëm që tradhton, sepse jeni i marrëdhënie dhe të pëlqen një tjetër. Të shtyn aq shumë nevojat e tua personale, pra ti vendos prioritet ato, jo të tjerëve, sa sjell dhe një lloj, nuk e di, egoizmi, mund ta themi kështu. I vjesh pas nevojës tënde, jo nevojave të tjerëve. Deri në momentin që riskohet, pra përballet me tradhtin, dhe po të shikojmë reagimet janë të qara. Pra është dhe një lloj kontakti se çfarë kanë bërë, çfarë po bëjnë, sa po riskojnë. Pastaj kemi tradhti patologjike të njerëzve që nuk ndalen dot. Dhe që po flisja për çrregullimet e personalitetit sepse është shumë e rëndësishme të kapen, duke qenë se kam parë disa raste të personave që kanë çrregullimin borderline, pra të personë kufitar, që ndryshe në shqip, ku ata kanë një lëvizje të madhe ekstreme humori, pra nuk janë të qëndrueshëm në botën e tyre emocionale, sa janë të dashur, të vëmendshëm ndaj teje, të plotësojnë të gjitha nevojat, në momente të caktuar shkëputen totalisht. Dhe kur ndodh kjo shkëputje, ata mund të shkojnë edhe në akt tradhtie.
Sepse në mendjen e tyre është që partneri nuk mi ofron këto, për ka një pasiguri dhe lëvizje të madhe. Dhe ky është një moment i pandërgjeshëm që vjen nga çrregullimi. Megjithatë unë them nga eksperienca e shumë njerëzve, edhe pak nga eksperienca ime, sepse në historitë tona, domethënë përballja me tradhtim fillon që në adoleshencë, me tradhtit e para. Edhe në tradhti platonike, pa pasur gjë, ty të ka parë 2 herë ai, shef një tjetër edhe ti ndihesh të tradhtuar. Pa le gjëra tjera, kështu që në përballjet tona me tradhtit, unë mendoj që ashtu si traumat e fëmijërisë që i merr me vete, mendoj që edhe tradhtit e para ti i merr me vete gjithmonë dhe nëse të ka ndodhur 1, 2, 3 dhe ka ndodhur 2 ty, një shoqes tënde, një tjetrës, pak a shumë siç edhe ne gocat e gjitha, jemi besojmë një besim kaq ndaj meshkujve, ndaj qinisë mashkullore për shkak të çfarë na ka ndodhur ne dhe tani që do kalojmë tek pjesa e dytë që është tradhtia e femrës, mendoj që se prandaj më bëri përshtypje kur the që janë këto që bëjmë me vetdije. Ndonjëherë tek pjesa e vetdijes është dhe një lloj hakmarrjeje e brendshme, që neve kemi të mbarsur dhe pjesën e lirisë dhe një inati që edhe unë si femër dhe shumë femra që nuk e shpjegojmë dot, po unë po artikuloj në emër të shumë femrave, kemi dhe një lloj inati të brendshëm kësaj lirisë që e kanë meshkujt dhe jo liria për të tradhtuar, nuk është shefi që të bësh seks me tjetrin, se ne femrat e kemi ndryshe këtë pjesë e seksit. Po liria e të falurit të gabimeve të tyre, e përgjegjësive të pakta që kërkojnë në marrëdhënie. Kurse ne kemi kaq shumë gjëra mbi shpinë nga meshkujt, po them flas për një pjesë të madhe të meshkujve, se ka dhe meshkuj të jashtëzakonshëm që ndihmojnë 50-50, përpos dhimbjeve fizike, çdo gjë që kemi, neve duhet të jemi dhe të buzëqeshit dhe ta pranojmë që burrat janë kështu, se burrat kështu e kanë, ndërkohë për ne gratë, se gratë kështu e kanë, nuk thonë gjë përveç se gratë kështu e kanë, se janë mirë nga trut. Kaq se gratë kështu e kanë, se bëjnë llafe dhe qetësohen. Këtë di unë, kurse burrat e kanë për gjithçka. Dhe besoj që ne në këtë epokë që jemi tani, ndoshta brezi im është i pari kësaj epoke dhe po është të tjerë. Këtë po e them sepse këto janë ato momentet e mia filozofike që i mendoj vetë. Neve jemi të parët që duam të shpërthejmë atë çfarë ka mbajtur me brezash gratë e tjera. Dhe padyshim shpërthimet janë të shumtuara her pas here. Shpërthimet nuk janë të bukura, burrat janë gjendur të pambrojtur nga shpërthimet tona dhe seksuale dhe rebelimet tona, përpos dhe fakti që ne financiarisht jemi ndryshe tash, jemi shumë sipër dhe shpesh dhe se meshkujt. Dhe si duket neve po e shpërthejmë gjithë të mlef që kemi, sepse sikur të dy të ishim të barabartë në shumë gjëra dhe të duheshim dhe të kishim dhe romancë dhe vëmendjen dhe këto, dhe kjo nevoja kaq e madhe për të shkuar te tjetri do të ishte më e vogël. Realisht kur po të ishim, po mos ta martonim me zor, po të mos na linin burrat edhe të rinim me njëri tjetrin më shumë, do të ishte më e vogël dhe nuk do të ishte ky diskutim i kaq i madh. E po të ndodhe, okay, do habiteshim, po kurse kështu siç jemi, tani besoj që këto 40 gratë e kësaj epoke dhe me kam fjalën për Shqipërinë, unë mendoj që po dalin dal nga dal ato po plasarisin ato që janë bajt dhe pastaj brezat do vetë rregullohet kjo gjëja. Tradhtia fizike përballë asaj tradhtisë emocionale është shumë e vogël. Dhe gratë mendoj unë një tradhti emocionale, mund të qëndrojnë me një partneri mund të tradhtojë, por ka një shkëputje të frikshme nga partneri. Një distancë të jashtëzakonshme. Dhe kjo vjen sepse është dhe një lloj ndëshkimi për ta që unë jam këtu prezent, qëndroj me ty, por nuk të jap asgjë që ti dëshiron ose ke nevojë nga unë. Jo për të mbrojtur dhe vajzat se do të diskutojmë gratë që tradhtojnë tani, se mes të gjithë kanë, mendoj që shumë njerëz kanë ato gjërat e tyre. Kjo pjesa e bisedave që ne diskutojmë, ulu fol, shumë burra nuk ke që si në Shqipëri nuk ke si ulesh me ta. Nuk ulesh dot. Nuk bën dot komunikim. Dua të ulem për ndjesitë, të flasësh për ndjesitë, për ndjenjat. Për shqetësimet e tua, ka lënë shaka të madhe. Nuk merrem me këtë punë, thashë çike këto janë budalliqe. Dhe kështu që unë e vëre këtë në terapi çift, kur zhvillojmë vëre që partnerja vazhdimisht i thotë, dhe ja thotë se si e kërkon, ëh. Që në shumë raste kur i kërkoj diçka dikujt, do të thonë nuk e shijon njësoj si është si të vjen natyrshëm për shembull, në rastin kur vjen natyrshëm. Dhe kjo është ti komunikosh se çfarë ke nevojë dhe nuk të realizohet. Kur nga ana tjetër ne po ecim në një zhvillim emocional që ne ti kuptojmë njerëzit pa na i folur, ti kuptojmë nevojat pa na i thënë. Dhe partneri ose partnerja ti nuhas të nevojat dhe t'ja plotësoj.
por kemi raste që ne i themi dhe prap nuk realizojnë, shikojnë me nënçmim. Është dhe një problem tjetër për ta mbyllur realisht, tash se me tradhtim flasë shumë, po, është gjithkohës. Është një problem tjetër që edhe kur krijohen shumë lidhje, domethënë kur krijohet lidhja, unë mendoj që ndonjëherë shifet faza parë e femrës, faza parë e shoh si seksi, dua të bëj seks me atë, faza dytë nuk dua të bëj më seks me atë, se kjo është nëna e fëmijëve të mi. Faza tretë, kjo është plaga ime, po e them kështu si tirancit. Domethënë që do e kem, dhe faza tretë. Kjo është plaga ime, nëna kalamajve, që bëhet dhe plaga kalamajve, se e kupton? Po kur e them unë kështu, kjo është e vërtet, e dëgjojnë gjithandej. Edhe kjo është ajo që duhet të shkoj. Mbaroj, nuk duhet të shkoj me ato, duhet të shkoj, po me dashnorët shkojnë ndryshe, me këto jo, se kjo është nëna kalamajve, edhe kështu se kjo s'ka emër, nuk është Dalina fazën e parë, apo Jona, po them dhe emrin të se mos s'keq kuptohet. Nuk është Jona nuk e kupton Jona si individ, Jona si njeri, po këtu je vrim, këtu je mitër, këtu je plaga, domethënë, do jetë problem shumë i madh gjithmonë. Edhe gjithmonë në fund të ditës do bëhet femra që tradhon kurv, kështu do zgjidhen muhabetet, mashkulli maskara, po hajde ta pranojmë se s'kemi çfarë të bëjmë, kështu janë të tërë. Në momentin që e kam parë të njeriun, thash që ky është ai që un kam kërkuar të rjetën. Në muajin e 4, mua ma merr vesh ish burri, domethënë, më kapi ca biseda në celular. U bë një zallamahi e madhe. Unë mbaj mend atëherë që qaja, dhe nuk qaja që po humbja familjen, po qaja që po humbja këtë njeriu. Domethënë që si do flas më me këtë njeri, kam kaluar një periudhë shumë vështirë. Për disa muaj nuk folëm, pastaj sa u qetësuni çik këto stuhit, u filluam prapë. Pas 5 viteve martesë, takova dikë, zgjati diku tek 2-3 muaj, gati mund të quaja si një lidhje paralele, rikthehem tek martesa ime. Pas disa kohësh, gati një vit e pak, në një klub takoj një person që kam pas dashur përpara se të isha e martuar. Aty në klub shkëmbyem një puthje, më pas qëndruam 2-3 ditë në komunikim në Insta, pastaj gjërat poftoheshin dhe kuptova që prapë edhe kjo ka qenë një kështu, një gjë shumë momentale. Një ditë bukur ky kishte nisur një bisedë me një vajzë të huaj. Aty e kuptova vërtet se çfarë është ajo ndjenja e keqe kur e kap dikë. Nuk dija çfarë të bëja, të mërzitesha për që më kishte trajtuar apo po mërzitesha që të njëjtën gjë kisha bërë dhe unë. E kupton, madje edhe më keq, sepse unë kisha shkuar edhe në kontaktin fizik. Andale!